Kur realizojmë një takim si ky, në pjesën më kryesore, Bibla është çështja qendrore e studimeve tona, dhe ne synojmë të mbulojmë një skicë të përgjithshme të Biblës. Studimi për vetëm 1 ose 2 ditë do të na jap vetëm një njohuri të kufizuar mbi Biblën. Të flasësh më shumë për Biblën, duhet më shumë kohë se kaq. Prandaj, do të studiojmë për disa ditë. Kurdoherë që realizojmë një takim të tillë, gjithmonë flasim për Biblën, duke u mbështetur mbi faktin që Bibla është e vërtetë. Në përgjithësi, njerëzit priren ta mendojnë Biblën si një libër morali, apo si një tekst fetar të zakonshëm. Tekstet të tilla fetare burojnë prej mendjes dhe trurit të njeriut. Librat që lidhen me fe të caktuara kanë ardhur në jetë përgjithsisht si rezultat i hulumtimit, studimit ose përsiatjes. Kjo është e vërtetë për udhën, etikën dhe filozofinë e disa feve. Por njerëzit mendojnë shpesh se Bibla është produkti i hulumtimeve dhe studimeve njerëzore dhe buron nga mendja e njeriut. Dhe në këtë mënyrë, njerëzit thonë se Bibla është fjalë njerëzore dhe nuk ndryshon nga shkrimet e tjera fetare. Kështu mendojnë njerëzit. Ata kanë mendimin e ngulitur se Bibla është e ngjashme me tekstet e tjera fetare, si Kuranin, 4 librat e konfucianizmit ose sutrat budiste. Si pasojë, ata mendojnë se nuk janë në gjendje të kuptojnë Biblën, sado që ta lexojnë dhe kështu heqin dorë nga kjo gjë. Ndërsa dëgjoni këto leksione, nëse kuptoni qartë që Bibla është e ndryshme nga tekstet e tjera fetare dhe është me të vërtetë fjala e Perëndisë, nëse kupton se Bibla nuk është produkt i njohjes tërësore njerëzore dhe nuk është shkruar për zbavitjen e dikujt, por është shkruar qartë përmes zbulesjes së Perëndisë, mendoj se zemra jote do të drejtohet kundrejt Biblës dhe do të zbulosh se destinacioni yt qëndron brenda fjalëve që janë në këtë libër. Mendoj se nëse kupton se je në gjendje të vendosësh besimin tënd te Bibla, ndërsa je duke dëgjuar këto leksione, Bibla do të të japë jetë dhe do bëhet një udhërfyes. Dhe do të arrish të shohësh se në këtë botë nuk ka gjë më të çmuar dhe më të vërtetë se fjalët e Biblës. Nëse kjo gjë ndodh, do të mbërish në pikën ku do të gjesh brenda Biblës përgjigjen e një problemi të caktuar. Njerëzit kudo në botë e jetojnë gjithë jetën e tyre duke u kapur pas një problemi apo pas një problemi tjetër. Për disa, problemi është financiar. Duke qenë se jetojnë në varfëri, duke pasur pak ose as pak para, ata e kalojnë kohën duke munduar si të fitojnë më shumë para me qëllim që të mund të jetojnë në luks, si kundër të pasurit, që shohin duke jetuar një jetë të lumtur, mbushur me argëtim. Ka njerëz që kapen fort pas këtij problemi. Mandej, ka njerëz që e kalojnë gjithë jetën e tyre duke luftuar me ndonjë sëmundje, që pyesin veten se çfarë mund të bëjnë në mënyrë që të jetojnë si një njeri i shëndetshëm. Ka një numër të madh njerëzish që jetojnë me këtë problem. Dhe nuk mbaron me kaq. Për disa njerëz është çështja e edukimit. Të pasurit shpenzojnë shumë të mëdha parash për shkollimin e fëmijëve të tyre, që të sigurohen që ata të kenë edukimin më të mirë dhe si pasojë të kenë sukses në jetë. Por e di që ka edhe njerëz, gjendja ekonomike e të cilëve nuk i lejon që të përballojnë një shkollim të mirë për fëmijët e tyre. Stresi i tyre rritet, pasi ata nuk janë në gjendje të ndjekin studimet dhe për këtë shkak ata janë të indinjuar gjithë jetën. E di që ka një numër shumë të madh njerëzish në këtë gjendje.
Probleme të tilla natyrisht duhen zgjidhur, por megjithatë, ekziston një problem tjetër themelor, me të cilin përballet njerëzimi. Dhe ky është fakti që cilido që jeton mbi këtë tokë duhet të vdesë në një moment të caktuar. Kjo ndodh me çdo, dhe duke qenë se të gjithë duhet të vdesin, njerëzit priren të marrin lehtë dhe ta mohojnë çështjen me një koment si "E po, ti jeton dhe vdes". Pavarësisht mospërfilljes së tyre, kur përballen me vdekjen e tyre, ata nuk duan të vdesin. Megjithatë, duke qenë se të gjithë vdesin, ata i dorëzohen vdekjes pa kundërshtim, duke mos patur asnjë zgjidhje. Kjo është sjellja që shumica e njerëzve në këtë botë e kanë rëndom. Por supozo që gjatë rrjedhës tënde të jetës, ti ke qenë në gjendje të përballesh me vdekjen dhe ta mundësh atë. Supozo që njerëzit, kushdo qofshin ata, do të ishin në gjendje të bënin këtë dhe të jetonin. Njerëzia do të përpiqeshin ta luftonin vdekjen, duke përdorur çdo metodë që kanë në dispozicion, ata do të bënin gjithçka që duhet për ta mposhtur atë. Të gjitha fejt meditojnë mbi faktin se si njeriu mund të bëhet i lumtur. Ose është kjo, ose ata mendojnë për jetën pas vdekjes. Nëse ka një botë ku ne shkojmë pas vdekjes, pasi largohemi nga kjo botë, çfarë mund të bëjmë në këtë kohë që të sigurohemi që do të kemi një ekzistencë të mirë në botën që vjen pas vdekjes? Duket se ka një numër të madh njerëzish, të cilët trendin në kërkim të fesë me këtë pyetje në mendje. Patjetër që kjo nuk është e vërtetë në 100% të rasteve, por shumica e njerëzve mundohen të gjejnë një përgjigje për problemin e jetës. Ne lindim duke dalë nga barku i nënës sonë dhe jetojmë rreth 70 apo 80 vjet, duke përballur betejë, shqetësime dhe vuajtje të ndryshme. Pastaj kur dikush vdes, ata që besojnë në Jezusin thonë se ai shkon në qiell, ndërsa ata që janë budist thonë se ai shkon në tokën e lumturisë. Njerëzit që praktikojnë fe të tjera kanë gjithashtu besimet e tyre në lidhje me jetën e përtejme dhe thonë se shkojnë në një vend të ngjashëm. Shumica e feve mbartin ende të tilla. Por një qasje e tillë është shumë e turbullt. Madje dhe njerëzit që besojnë në Jezusin dhe që thonë se janë të sigurt se ka jetë pas vdekjes dhe se ka një parajs, i thonë këto gjëra pa ndonjë siguri apo bindje se do të shkojnë në qiell kur të vdesin. Kur vdes dikush, në funeralin e tij do të ketë disa këngë dhe një predikues do të mbajë një fjalim të shkurtër dhe do të shprehë fjalë ngushëllimi, duke thënë se i ndjeri tani ka shkuar në qiell, edhe pse nuk dihet me siguri nëse personi ka shkuar në qiell apo në ferr. E gjithë kjo është shumë e mjegut. E njëjta gjë ndodh kur bëhet fjalë për tokën e lumturisë, për të cilën flasin budistët. Dikur fola me një murg budist dhe kur e pyeta, a ka ndonjë vend që quhet toka e lumturisë? Ai tha se toka e lumturisë është një botë e pafundme ku jeta jote zhduket në atë distancë krejtësisht dhe tërësisht, sikundër një re që zhduket në distancë. Ai tha se kjo ishte toka e lumturisë. Ai ishte një murg budist shumë i zoti, dhe këtë gjë tha ai gjatë rrjedhës së bisedës sonë. Ai tha se ata të cilët arrijnë nirvanën hyjnë në këtë tokë lumturie, por shumica e njerëzve të zakonshëm rimëshirohen. Ata lindin përsëri në këtë botë si lopë, si miza, si mushkonja ose si kafshë të ndryshme. Kjo ndodh me njerëzit e zakonshëm. Por nëse një person shkon përmes një kursi të plot trajnimi shpirtëror, arrin një gjendje të përsosur shpirtërore dhe arrin nirvanën. Ai do të hyjë në tokën e lumturisë. Në atë fazë, e ashtu quajtura vete zhduket plotësisht. Ai duhet të zhduket plotësisht në mënyrë që të mos vuajë. Nëse i ka mbetur edhe pjesa më e vogël e vetes së tij, ai do të vazhdojë të vuajë, dhe kjo është arsyeja pse zhdukja e plot arrin tokën e lumturisë. Kështu më shpjegoi ai të gjithë procesin. Njerëzit kanë shumë llojshmëri mendimesh për të ardhmen rreth vdekjes, lumturisë e kështu me radhë. Ndërsa jetojnë në këtë botë, njerëzit
përballen vazhdimisht me probleme të shumta dhe të ndryshme. Kështu është jeta. Një gjë që do të doja të thosha është se ti duhet të kapësh diçka të sigurt gjatë rrjedhës jetës sënde në këtë botë. Një njeri që mund të jetë i kënaqur sot, edhe nëse e di se do të vdes nesër, një njeri që mund të përballojë vdekjen e tij me guxim, një njeri që mund të qesh përballë vdekjes, një njeri që mund ta përballojë vdekjen e tij me gëzim dhe gaz, një njeri që mund ta përfundojë jetën e tij triumfalisht, dhe kjo është mënyra se si mund të tregohet që një njeri është vërtet i lumtur. Pra, bota në të cilën po jetojmë është tepër e ndërlikuar. Ka shumë probleme që i bëjnë gjërat shumë të ndërlikuara. Si pasojë të jetuarit në këtë botë të ndërlikuar, edhe mendimet tona janë të ndërlikuara, sikundër edhe jeta jonë. Njerëzit nuk e dinë arsyeën, por ndërsa jetojnë jetën, e kuptojnë se e kanë me të vështirë të marrin frymë. Në të vërtetë, ata gulçojnë që të marrin frymë. Duket se në këtë gjendje po e shohim gjithnjë e më shumë me kalimin e kohës. Mjedisi social në të cilin jetojmë shkakton gjithnjë e më shumë stres, dhe nuk e di se sa raste sëmundjesh mendore po shfaqen për shkak të kësaj. Si pasojë e këtyre zhvillimeve, ashtu, sikundër trupi një njeriu plaket dal nga dal, pak nga pak, historia e njerëzimit, i gjithë botës dhe e tokës, po i mbaron koha. Nuk e dim shkakun e vërtet, por prej shumë kohësh ka qenë smur dhe vazhdon të plaket. Ndërsa jetojmë në një mjedis të tillë, nuk na mbetet tjetër veç se të mendojmë se si duhet të jetojmë jetën për të ndeshur me kaq shumë probleme. Ndërkohë, edhe shkalla e krimit është rritur me ritme të jashtëzakonshme. Madje, edhe 30 vjet më parë, gjërat nuk ishin aq keq sa sot. Nuk është më e pazakon të dëgjosh se dikush është vrarë për një shumë të vogël parash. Vetëm mëngjesin e sotëm në televizor doli një lajm që tregonte për një hajdut që kishte vrarë një grua dhe ishte larguar duke i marrë paratë. Pse është bërë kështu bota? Kjo ndodh për shkak se kur njerëzit shohin përpara, nuk shohin ndonjë të ardhme për veten e tyre. Njerëzia mendojnë se nuk ka aq rëndësi se si jetojnë, pasi gjithçka në fund rezulton të jetë një lloj. Ata përpiqen të pasurohen shpejt dhe mendojnë, nëse më kapen dhe më futën në burg, atëherë le të shkoj, dhe nëse vdes, le të vdes. Kështu është jeta, prandaj do të jetoj si dua. Ata kanë hequr dorë nga jeta, ndaj mendojnë se mund të bëjnë ashtu siç duan. Kështu duket se po merr rrjedh bota tani. Ndërsa jetojmë në këtë kohë zhgënjyese dhe të ngaturruara, njerëzit punojnë shumë për të realizuar projekte të ndryshme, duke shpresuar se ndoshta mund të gjejnë një mënyrë ku do të ndjejnë se si mund të marrin frymë sërish. Duket se njerëzit provojnë metoda dhe bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme për të arritur një gjë të tillë. Nuk jam i sigurt nëse kjo do të tingëlloj arrogante apo e nxituar, por do të doja të filloja me kushtin paraprak se një përgjigje e qartë për të gjitha këto probleme duhet të gjendet brenda Biblës. Më lejo të shpjegohem. Nëse Bibla nuk do të përmbante një të vërtetë të caktuar që shfaq një përgjigje përfundimtare dhe një zgjidhje për jetën e njeriut, ku edhe problemet mblidhen, a nuk do të ishte Bibla jo aq e ndryshme dhe a nuk do të ishte po aq e mirë se teoritë që njerëzit të ndërrojnë për të mashtruar të tjerët? Ja se çfarë mendoj. Shumë njerëz fillojnë të lexojnë Biblën duke menduar se mund të gjejnë diçka që është për ta. Por shumë lehtë ata e lënë më njanë, pa munduar të gjejnë diçka brenda faqeve të saj dhe largohen. Ka shumë raste të tilla. Le të shikojmë tek një varg në Bibël. Është në Ungjillin e Gjonit, kapitulli 3.
ndodhet në dhjatën e re. 신약 성경 왼쪽에 145페이지 Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3. Do të lexoj nga vargu 3 deri në vargun 5. 5절까지를 Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3, nga vargu 3 deri në vargun 5. 5절까지. Jezusi ju përgjigj dhe tha: Në të vërtetë po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndisë. 아니하면 하나님 Nikodemi i tha: 수 없느니라. Po si mund të lindë njeriu kur është plak? 사람이 A mund të hyjë ai për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lindë? 제 모태에 들어갔다가 Jezusi ju përgjigj: Në të vërtetë po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. Kam qenë duke folur për një sër problemesh me të cilat përballen njerëzit në botën tonë sot. 조금 전에 제가 Probleme që i bëjnë ata të ndihen të pashpresë dhe duke i lënë pa frymë. 답하고 숨막힐 듯한 이런 문제를 말씀을 Por, 들었으면 do të doja t'ju them paraprakisht 여러분 se nëse në të ardhmen do të jeni në gjendje që të keni përvojën e të lindurit sërish, do të jeni në gjendje të jetoni në këtë botë kaotike me gëzim, 이 숨막히는 paqe 세상 속에서 dhe lumturi. 아주 기분 좋게 편안하게 행복하게 살아갈 수 있다는 것을 전제로 말씀을 드립니다. Çfarë do të thotë të rilindësh? 거듭난다는 말은 Lindja juaj e parë është kur lindni nga barku i nënës suaj. 태어난 것은 첫 번째 Ajo është lindja fizike, 육신으로 난 por 것을 këtu Jezusi foli për rilindjen. 예수님이 Njeriu me emrin Nikodem ishte në një pozicion të ngjashëm me atë të një kongresmeni. 사람이 예수 Ai erdhi në atën të Jezusi dhe Jezusi i përmendi këto fjalë përgjatë bisedës së tyre. 사람이 Në të vërtetë po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndisë. 이 니고데모스 Këtë tha ai. Nikodemi nuk ishte dëgjuar kur diçka të tillë. 말이니까 Këto ishin fjalë shumë të çuditshme për të. 늙은 사람 Prandaj ai pyeti se si është e mundur që një njeri i moshuar të hyjë përsëri në barkun e nënës së tij dhe të lindë për herë të dytë. 것을 몰랐기 때문에 Ai bëri këtë pyetje pasi nuk e dinte se çfarë do të thoshte të rilindësh. 여기 앉아 계시는 여러분 중에 Meqense Jezusi tha se një njeri duhet të rilindë, ndoshta disa prej jush që po dëgjoni tani, po pyesni veten se si mund të lindni fizikisht për herë të dytë. 아니고 Por ju nuk duhet ta mendoni kështu. Nuk është se mishi juaj lind për herë të dytë. 첫 번째는 Hera e parë që lind është kur lind fizikisht nga barku i nënës si fëmijë. 거듭난다. Hera e dytë e lindjes tuaj referohet si të rilindur. 중생. Me fjalë të tjera është rilindje. 근데 그걸 두 번이라는 Kjo ndodh kur ju lindni për herë të dytë. 뜻이다는 뜻입니다. Të rilindësh është të lindësh për herë të dytë. Pra, Jezusi tha se rilindja nuk ndodh kur një i moshuar hynte në barkun e nënës së tij për herë të dytë dhe të lindte një herë tjetër. 성령으로 Por se, nëse dikush nuk lind nga uji dhe nga fryma, ai nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. 하셨습니다. Kjo është ajo që tha Jezusi. 자, 이제 물과 성령 Çfarë do të thotë të lindësh nga uji dhe nga fryma? 사람 속에 Ekziston një frymë brenda personit dhe është ajo frymë që duhet të lindë për herë të dytë. 때는 영혼이 다시 나는 것을 말하는 거죠. Është fryma që rilind. 다시 나는 거. Kur fryma rilind, 나버리면은 personi çlirohet nga të gjitha dështimet që i kanë mbushur zemrën dhe ai zbulon se ka një kuptim vlerash krejtësisht të ndryshme. 가치관이 완전히 달라져 버립니다. Mënyra se si ai e sheh jetën ndryshon plotësisht. 오늘 Edhe si kur të vdisja sot, 죽음 앞에 do ta përballoja vdekjen pas një keqardhje, 두려워하고 frikë 떨고 apo breng. 슬퍼하는 Do të mundja të buzëqeshja. 없이 그 죽음을 웃을 수 있습니다. 그것이 I 죽음을 tillë është fitimtari që e ka mundur vdekjen. 그렇게 될 수 있습니다. Ju mund të bëheni fitimtar. 그렇기 때문에 Kjo është arsyeja pse Jezusi e tha këtë. 하신 거예요. 그래서 Pra, 만일 nëse mund të rilindësh, 수 있다면은 이 nuk do të kishte rëndësi se sa e mundimshme mund të ishte kjo botë, 문제가 apo sa probleme duhet të përballosh. 이 고해 이 세상을 Njerëzit e përshkruajnë këtë botë si një det hidhërimi apo jo. 문제 Për shkak të të gjitha problemeve të hidhura që duhen përballuar,
Nëse mund të rilindësh, do të jesh në gjendje të ecësh pa ngurim në sipërfaqen e këtij deti problemesh. 제가 이렇게 말씀드리는 것은 Do të mund të jetosh jetën tënde kështu. 제 자신이 Nuk është se thjesht po flas. 난 경험을 Ua them këtë përvoj për shkak se e kam përjetuar rilindje. Po ja u tregoj shkurtimisht se si rilinda. 저는 어떻게 해서 이 거듭날 수 있게 되는가 하는 것을 말씀을 드리자면은 저는 날 때부터 Kam lindur në një familje të krishterë. 저희 부친은 Babai im ishte plak në kishën presbiteriane 저는 그 dhe unë isha një nga 4 fëmijët e tij. 아내가 있었는데 이제 저희 누님 한 분, 형님 한 분, Ishte motra ime madhe, vlla im i madh, motra ime e vogël, edhe unë. 열심히 Pra ishim 4 veta. 또 교회를 다니다가 Që kur isha i vogël, isha shumë i zellshëm për të shkuar në kishë. 그만 Por më pas, kur isha rreth 12 vjeç, nëna ime ndroi jetë. Më vonë, me sugjerimin e babait, mbarova kolegjin teologjik dhe u bëra predikues. 그렇지만은 저는 Edhe pse isha predikues, nuk isha i rilindur. 목사가 Edhe pse isha predikues, nuk isha i rilindur. Kështu që nuk ishte asnjë ndryshim në zemrën time. 제 마음 속에는 Meqense zemra ime mbeti një lloj me atë të çdo personi të zakonshëm, i cili nuk ishte predikues, 생관이나 pikpamjet e mia për jetën, këndvështrimi im për botën, qëndrimi im ndaj gjërave materiale ishte një lloj me atë të njerëzve të tjerë. 사람들에게 설교를 하니까 Meqense reflektoja këtë qëndrim kur merja Biblën dhe i predikoja predikimet kishës sime, 했겠죠. u ndjeva i dështuar, 제가 dhe ndoshta edhe dëgjuesit e mi ndjeheshin po një lloj. 인정도 받고 부흥회도 인도하고 Isha mjaft i talentuar në bërjen e predikimeve dhe dalloja për këtë. 제 마음 Madje udhëhoqa edhe takime ripërtëritjeje. 남에게 어떻게 Por pavarësisht se çfarë kisha bërë, kisha një barë të rënë në zemrën time. Kështu që si mund të sillja lehtësim zemrave të tjerëve. 한 10년 동안 Megjithatë, punova si predikues për rreth 10 vjet. 제 딴에는 Isha një person mjaft i ndërgjegjshëm. 그런 Duke qenë i rritur në një familje të krishterë, 그러냐면은 kisha mësuar që në fëmijëri se ishte mëkat të gënjesh. 나서 거짓말하면은 Kështu që u përpoqja të mos gënjej. Dhe meqense më kishin mësuar se zemërimi është mëkat, 죄다라고 하니까 përpiqesha të mos zemërohesha. 그래도 어떤 때는 화를 내고 어떤 때는 거짓말하고 Pavarësisht kësaj, kishte raste që zemërohesha 아주 답답해. dhe herë gënjeja, 이 성경 dhe sa herë që veproja kështu, ndjeja shqetësim në zemër. 이 성경 읽어보면은 Kur lexova Biblën, 하려면 안 된다고 pash se thoshte që nuk duhet të gënjej dhe se nuk duhet të zemërohesha. Por e pata të pamundur të mos gënjeja apo të zemërohesha. 의문이 Kështu që çfarë mund të bëja për këto gjëra? 갔던 겁니다. Pyetje të tilla filluan të lindin në zemrën time. 내 Mësimet e Biblës nuk përkonin me atë që kisha vërtet në zemrën time. 다시 말하면은 이 Se ndryshe, idealet e mia nuk përkonin me realitetin. 굉장한 모순이 생기는 거예요. Kishte një mospërputhje të jashtëzakonshme në jetën time. Kaloja ditë pas dite i humbur, duke përjetuar konflikt në mes të kësaj gjendjeje në jetën time. 그럴 때 Në mes të kësaj paqëndrueshmërie, ndjehesha në konflikt dhe endesha i humbur ditë pas dite. 거질 겨울철에 추울 때 Kur isha fëmijë, i mati jetonte në atë mënyrë që nëse një pas treh trokiste në derën e shtëpisë tonë, kur bënte ftohtë në dimër, 사랑방에 주무시는 babai e ftonte të rinte me ne. 그 거지를 Ne vet ishim të varfër 같이 dhe shtëpia jon kishte vetëm 2 dhoma gjumi. Babai im flinte në dhomën kryesore të gjumit dhe e merrte të pastërejin të flinte në dhomën e tij. Këtë tip kishte babai. Më vonë, dhoma mbushej me mora dhe ai nuk kishte zgjidhje tjetër veç se ta niste vizitorin në rrugën e tij. Një ditë kur isha fëmijë, një lypës trokiti në shtëpinë tonë në mes të dimrit për të kërkuar ushqim. Babai ja hapi derën dhe duke e vështruar burrin e pyeti: "A ke ftohtë?" Lypsi u përgjigj duke u dridhur: "Po kam." 않았습니다. Pa folur, babai hoqi xhaketën dhe ja dha burrit, 그 양 duke i thënë që ta mbante. Kështu ishte babai im. Jam rritur nga një babai i tillë. Pra, edhe unë isha i prirur të jetoj me ndërgjigjen time, meqense isha rritur në një mjedis të tillë. 왜 Më pas, pasi u bëra predikues, lindi një konflikt në zemrën time.
Më lejoni ta shpjegoj. 예수님께 와서 Një ditë, ndërsa po lexoja Ungjillin e Mateut, kapitulli 22, hasa në pjesën ku një mësues i ligjit e pyeti Jezusin, cili është urdhërimi i madh i ligjit, dhe Jezusi u përgjigj: "Duaje Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe më i madhi. Dhe i dyti që është i ngjashëm me të, duaje të afërmin tënd si vete." E kisha nënvizuar pjesën për të dashur Perëndin. Kisha nënvizuar pjesën e dashurisë për Perëndin, por më pas vargu thoshte duaje të afërmin tënd si veten tënde, dhe këto fjalë më shpoan zemrën deri në thelb. 이 성경을 들고 Isha predikues dhe ishte detyra ime të predikoj atë që gjendet në Bibël. Meqense Bibla flet kaq shumë për dashurinë, do bëja çmos për të predikuar për dashurinë. 자신이 이웃 사랑 Por kur e pyeta veten, nëse e doja vërtet të afërmin tim si veten time, nuk mund të thosha se e doja. 그러면 그게 Pra, 문제잖아요. ky ishte një problem apo jo? 제 딴에는 Ngrihesha në podium dhe predikoja. 입으로 뭘 찌끄러 사는데 Flisja me Biblën në dorë, 찌끄리는 거 por çfarë thosha? Ishte e gjitha një gënjeshtër. 제 E gjitha kjo, sepse unë nuk mund ta doja të afërmin tim si veten time. 저는 Nuk mund ta bëja vetë. 왜 Kështu që, si mund të thosha të tjerëve që të duan? 말하느냐 이거요. Ky ishte problemi. 그건 거짓말이야. Fjalët e mia nuk ishin gjë tjetër veç se gënjeshtra. 이제 걸린 것이 뭐냐면은 나는 위선. Pra, çështja që ngriti problemin në zemrën time ishte fakti se isha hipokrit. 저는 못하면서 Unë jam hipokrit. 남에게 설교. Po predikoja dhe u thosha të tjerëve të bënin diçka që unë vetë nuk isha në gjendje ta bëja. 그래서 제가 A nuk më bënte kjo mua një hipokrit? Pastaj, një ditë, diçka ndodhi. 이제 Ndodhi kur po transferohesha nga kisha ime në fshat në një kishë tjetër në qytet. 오는 거예요. Mora një ftesë nga një kishë në qytet. 합격이 되면 Ata dëshironin të më dëgjonin të bëja një predikim, dhe nëse e miratonin, do të më ftonin të bëhesha predikues si tyre. 하면 좋을 까 생각. Por si fillim ata donin të më dëgjonin të predikoja. Fillova të mendoja se për çfarë mund të flisja, ndërsa po mendoja se për cilën temë duhet të predikoja në këtë rast, më ndodhi diçka. 적어도 안팎으로 Këto ditë predikoj vetëm me një Bibël në dorë, por në atë kohë i shkruaja predikimet në një fletore të madhe, duke mbushur të paktën 5 faqe përpara dhe mbrapa, 그래서 제가 dhe më pas lexoja thjesht atë që kisha shkruar. 시험 보는 설교인데 Me këtë rast, shkrova si titull të predikimit "Unë jam rrogtar" 녹음이다 하니까 dhe vijova të përgatis ata që do të thoja. Pra, shkova në kishën e qytetit dhe dhash predikimin tim të provës. 얘기를 하느냐 하면은 Fillova duke thënë: 여러분들 titulli i predikimit tim sot është "Unë jam rrogtar". 나는 이거 Dëgjuesit e my filluan me njëherë të mërmurisnin me njëri tjetrin. Ai është i çuditshëm, e quajnë veten rrogtar. 그러니까 나는 U thash se po e bëja këtë për faktin se nëse nuk më paguanin, nuk do të shkoja atje. Do shkoja të predikoja dhe të kryeja detyrat e mia si predikues kundrejt pagesës. Kjo gjë më bën të isha rrogtar. 수라면은 Kështu që u thash se do të bëja maksimumin në pozicionin e një rrogtari. 상당히 돈 Kjo ishte një kishë qyteti, ku bënin pjesë njerëz me status të lartë shoqëror dhe ata ishin shumë të pasur. 됐어요. Por unë predikova të predikim dhe ata më pranuan. Me qenë se dukesha i veçantë, ata vendosën të më provonin. 그러면서 Jetova kështu, 매일매일 por qava çdo ditë. Çdo ditë ngrihesha para agimit dhe lutesha herët në mëngjes. Por në fund mbytesha me lot. 마음이 괴로웠어. Kisha shumë ankth në zemrën time. 위선자. Isha një rrogtar, një hipokrit. 하면서 남에게 U thash të tjerëve të praktikonin dashurinë, kur unë nuk mund ta bëja vetë një gjë të tillë. Isha hipokrit. 눈물을 흘리면서 어떤 데는 Por sa do të qaja, kjo gjë nuk më ndihmonte. Ndonjëherë rija zgjuar gjithë natën duke u lutur. 사흘 동안 Madje njëherë shkova në mal dhe qëndrova atje për 3 ditë, pa ngrënë asgjë dhe pa fjetur. 그래도요. U luta vazhdimisht gjatë gjithë kohës. Por edhe kështu, nuk kisha ngushëllim, dukej se nuk mund të zgjidhja problemin. 그러다가 어떤 날 Pastaj një ditë, 사상계라는 lexova një artikull në një revistë. Gjendet një revistë në atë kohën e titulluar Bota e Ideve 분이 dhe artikulli gjendej në atë revistë. Autori kishte shkruar: 먹고 사 një prostitut shet trupin e saj për të fituar bukën e gojës. 학교에서 선생은 Një mësues shet dituri për të fituar bukën e gojës dhe predikuesi i një kishe shet moral dhe etik për të fituar bukën e gojës. Pra, çfarë ndryshimi ka këtu mes tyre? Ai tha se prostituta dhe pastori ishin një lloj. Të dy po përpiqeshin të siguronin jetesën.
Kur lexova këtë artikull, ndjeva sikur dikush kishte marrë një thikë të mprehtë dhe po më shponte zemrën. 차라리 Madje, ndjeja se një prostitut ishte më e ndershme se unë. 그런 Prostituta trajtohet me përbuzje nga shumë njerëz, 자기가 por ajo nuk përpiqet të fsheh faktin se është mëkatare dhe të tjerët e përdorin, ndërsa ajo përpiqet të fitojë bukën e gojës. 강단에 가운을 입고 Por, kur u ngrita në podiumin e kishës, veshur me pelerinën time, dukesha si një ëngjëll në sytë atyre që më shikonin. Ata menduan se isha i mrekullueshëm. 말은 참 비단 같은 Fjalët e mira që dilin nga buzët e mia duke sigurisnin si mëndafshi. Por kur pa shtellë në zemër, 내가 내 마음을 mu duk se nuk ishte ndryshe nga një prostitut. 생각해 보면은 Pse kështu? 하고 똑같아요. Pse unë nuk isha ndryshe? 도둑질은 Kur nuk isha vjedhur, por i shihja gjërat, 욕심이 생기고 ndjeja lakmi dhe kisha dëshirë për t'i patur ato. 간음하는 죄를 짓지 Nuk e kisha kryer kur mëkatin e tradhtisë bashkëshortore, 목숨을 por a mendoni se predikuesit janë ndryshe nga burrat e tjerë? 이상한 감정 생 Kur shihja një grua të bukur, ndjenja të çuditshme zgjoheshin brenda meje. Ne jemi të gjithë një lloj për brenda. 그날 Ditën që lexova artikullin e revistës, qava gjithë natën. 나를 왜 하필이면 이 Zot, 세상에 pse? Ka shumë mënyra të tjera për të fituar bukën e gojës në këtë botë. 왜 이 Pse madhe punën e predikuesit që të jenë falso, 거짓말하면서 të mundohem nga ndërgjegja ime dhe të jetoj si hipokrit? 하면서 이렇게 먹고 살도록 만들었어. Pse më bëre të fitoj jetesën në këtë mënyrë? Të lutem, me jep një punë tjetër, ose për ndryshe, ma meritën. 밤을 새워가며 울었어. Unë qava gjithë natën. Pastaj një ditë, ndërsa po lexoja Biblën, fjalët e së vërtetës e zgjidhën problemin. 어떤 진리의 말씀이 하나 풀려버렸어요. Ndërkohë, gjithë ankthi dhe vuajtjet që kisha pasur në ndërgjegjen time, 그 고통 më në fund mbaruan. 심의 괴로움 그것이 그냥 확 풀려버리고 말았어요. Në fillim, nuk e kuptoja se çfarë po më ndodhte. Më vonë, unë takova një misionar që e njihja dhe i tregova për situatën. Kur dëgjoi çfarë i thash, më kapi dorën dhe më tha: "Kjo është rilindësh." Pasi njoha këtë të vërtetë, 하고 난 이후에는 bota ndryshoi krejtësisht për mua. 완전히 다른 세상이 됐어요. Kështu ndodhende, 지금 edhe tani. 지금까지 그렇습니다. I gjithë këndvështrimi im për jetën ndryshoi. Bota e trisht dhe e dhimbshme që kisha njohur, 그 세상은 tani ishte shumë larg meje. 멀리 멀리 가버렸어요. Mora një përgjigje të prerë nga fjalët e Biblës. Dhe kjo është arsyeja pse i ndaj këto gjëra me ju. 그렇기 때문에 여러분에게 말씀드립니다. Kjo ndodhi në 18 nëntor të vitit 1961, 팔일 날인데 그 që nga ajo ditë, 그것을 알았기 si rezultat i njohjes së kësaj të vërtete, 먹고 jam kritikuar nga njerëz të shumtë dhe kam kaluar përmes provave shumë të vështira, 이 마음속에 por kurrë nuk kam pasur keqardhje në zemër. Asnjëherë. 그런 적이 없습니다. Tani mund të përballem me vdekjen, pavarësisht se kur vjen, 그 죽음 앞에 edhe mund ta mirëpres ata. 죽음을 환영할 수 있습니다. Pse ndodh kështu? Jo sepse fytyra ime ka ndryshuar. Diçka ndryshoi brenda meje. 달라진 것이 생겼습니다. Le të kthehemi tek Bibla. Ungjilli i Gjonit, kapitulli 10. Vargu 35. Gjoni, kapitulli 10, vargu 35. Ju lutem, përsëriteni këtë bashkë me mua. 성경은 폐하지 못한 Nëse ai i quan Perëndia ata, të cilëve u që drejtuar fjala e Perëndis, 받은 사람들을
dhe shkrimi nuk mund të bjerë poshtë. E keni lexuar ndonjëherë këtë varg më parë? 읽어보신 적이 계신지요? Vargu thot se nëse e pranoni fjalën e Perëndis, do të jeni si një perëndi. Ai thot se një qenie njerëzore do të bëhet një perëndi. Si mundet një njeri të bëhet një perëndi? Kjo do të thotë se nëse e pranoni fjalën e Perëndis, 하나님의 말씀을 받으면 do të rilindni dhe do të bëheni fëmijë të Perëndis. 그 말입니다. Meqense Perëndia është Perëndi dhe fëmijët e Perëndis janë Perëndi. Këto fjalë u shprehën nga Jezusi. Ne lexuam më parë 거듭나는 në 것은 kapitullin 3 të Gjonit që Jezusi tha: 땅에는 nëse dikush nuk lind nga uji dhe nga fryma, ai nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. 나라에 들어갈 수 없느니라. Kështu tha ai, 이렇게 말씀하셨는데 të lindurit nga uji dhe nga fryma 하는 말은 ndodh kur një person kupton të vërtetën në fjalën e Perëndis dhe merr frymën e shenjtë. 성령을 받게 됩니다. Pra, është fryma që rilind. 영혼이 거듭나는 거예요. Le të lexojmë një varg tjetër nga Bibla. 읽겠습니다. Letra e parë e Pitrit, kapitulli 1. Vargu 23. 3절을 Vargu 23. Le ta lexoj unë për ju. 읽겠습니다. 너희가 Sepse jeni ringjizur, 썩어질 jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, 씨로 된 것이 me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë 항상 있는 dhe që mbetet për jetë. 말씀으로 되었느니라. Rilindja realizohet nëpërmjet fjalës së Perëndisë. 살아있는 하나님의 Ajo ndodh përmes fjalës së Perëndisë. 말씀으로 되었느니라. Ndodh kur ti kupton diçka në fjalën e Perëndisë. Kjo nuk do të thotë që ti arrin të marrësh kuptimin e diçkaje që nuk e kishe ditur më përpara. 깨달아진다는 Do të thotë që diçka në një varg apo frazë të Biblës zgjidh një problem që të ka pushtuar zemrën. 속에 응어리진 Ti ke një problem që të ka pushtuar zemrën, por më pas diçka nga Bibla e zgjidh këtë problem. 마음에 뭔가 응어리져 있는데 Këtë jam duke nënkuptuar me arritjen për të kuptuar diçka nga Bibla. 응어리진 것을 풀어져 Kur 버리는 ndodh kjo gjë, fryma jote e lind përsëri. 영혼이 다시 나버리는 거예요. Ky është procesi 그것이 me të cilin një njeri lind si fëmijë i Perëndis. 하는 과정입니다. Njerëzit flasin se si të bëhesh një fëmijë i Zotit, 하나님의 por në përgjithësi mendojnë për mënyrën me një pikpamje shumë të paqartë. 하게 돼요. 나도 Ata thonë se Perëndia është ati i tyre për shkak se besojnë në të dhe në këtë mënyrë mund t'i drejtojnë Perëndis si atë. 합니다만은 Pra, ata vazhdimisht e thrasin Perëndin si atin e tyre, por në fakt ka shumë që nuk janë fëmijë të Perëndis. Një person nuk kualifikohet për të quajtur Perëndin si atin e tij vetëm për shkak se ai mendon se Perëndia është ati i tij. 아버지라는 것이 아니고 Ti bëhesh biri i Perëndis 실제로 vetëm kur e kupton të vërtetën në fjalën e Perëndis dhe merr frymën e shenjtë. 성령을 받았을 때에 하나님의 아들이 되는 것입니다. Kjo çështje tani fshihet nga shumë njerëz dhe është kthyer në një të fshehtë. 속에 있어서 숨겨져 버린 하나의 비밀로 되어 있습니다. Është e vërtetë gjithashtu 근데 있잖아요. që njerëzit shpesh flasin për marrjen e frymës së shenjtë, 성령을 받는다. për marrjen e frymës së shenjtë. 그런 말을 많이 하게 됩니다. Si e merr një person frymën e shenjtë? 어떻게 받느냐? 그래, 요즘은 Këto kohë ka shumë përshtjellim mbi çështjen e marrjes së frymës së shenjtë 성령 dhe përvoja e marrjes së frymës së shenjtë është kthyer gjithashtu në një mister. 성령 Disa njerëz pretendojnë se marrja e frymës së shenjtë është marrja e zjarrit. 떨리든지 Ata thonë se kur e merr këtë zjarr, i gjithë trupi yt nxehet dhe ti fillon të dridhesh. 문제도 Gjatë këtyre kumtesave do ta diskutojmë edhe këtë çështje në detaje, por marrja e frymës së shenjtë nuk ndodh kështu. 몸이 화끈하고 떨리는 그런 Përjetimi në trupin tënd i nxehjes dhe të dridhurave nuk do të thotë të marrësh frymën e shenjtë. Duhet të jesh i kujdesshëm për këtë. 영이기 때문에 Meqense fryma e shenjtë është frymë, ti nuk mund të jesh i vetëdijshëm për frymën e shenjtë përmes mishit tënd. 육신이 Nëse kjo është ajo që pret, ti po e keq kupton frymën e shenjtë. 그러나 분명히 Por ti duhet me patjetër të marrësh frymën e shenjtë.
ti duhet të marrësh frymën e shenjtë. 성령을 받는 Pasi marrja e frymës së shenjtë ka të bëjë me rilindje. 그러나 그 Në 성령을 këtë mënyrë, çfarë është marrja e frymës së shenjtë? Le të kthehemi te kapitulli 6 i Ungjillit sipas Gjonit. Gjoni, kapitulli 6, vargu 63. Është në dhjatën e re. 155페이지. Gjoni, kapitulli 6, vargu 63. Ju lutem, përsëriteni pas meje. 살리는 것은 영이니 Është fryma që jep jetë. 육은 Mishi nuk vlen asgjë. 내가 Fjalët 너희에게 që unë po ju them 말이 janë frymë 영이요 dhe jetë. 생명이다. 그 Ajo që thot vargu është se të gjithë njerëzit në këtë botë kanë një frymë, por ajo frymë është në një gjendje të vdekur. 있지만은 죽어 있는 영혼이라는 거. Ka një frymë brenda jush. 속에 영혼이 있습니다. Është aty, 있는데 por ka vdekur. 죽어 있는 겁니다. 죽어 있는 영혼. Fryma juaj ka vdekur, 죽어 있는 por ajo frymë e vdekur nuk mund të ringjallet me anë të mishit tuaj. 육신적으로는 다시 Pra, 살릴 수 없습니다. Çfarë do ta ringjall atë përsëri? 무엇이 다시 살리느냐? Është fryma që jep jetë. 육은 무익하다. Mishi nuk vlen asgjë. 영이 와서 Fryma 살리는 vjen 영이 와서 dhe jep jetë frymës suaj. 사람의 Fryma e 죽은 shenjtë 영혼을 vjen 살리는 dhe 것은 realizon këtë 영이 gjë. 와서 살리는 거지. Është fryma që vjen dhe i jep jetë frymës së vdekur të një individi. Mishi nuk mund të realizojë këtë gjë. 내가 너희에게 이런 Por Jezusi tha, fjalët që po ju them janë frymë dhe jetë. 말이 Fjalët janë frymë, 말이 fjalët janë jetë. 말이 Pra, të pranosh fjalën e Zotit është të bëhesh një perëndi. 주님의 말씀을 하나 받아 Kur e kuptoni të vërtetën në fjalën e Perëndis, 말씀을 하나 깨달은 fryma e shenjtë vjen tek ju. 영이 오는 것입니다. Mbajeni mend ju lutem këtë koncept bazë. 염두에 두고 이번에 Ndërsa tani po studiojmë Biblën, sikur vetëm një pikë nga Bibla të hyjë në zemrën tuaj, 내 마음에 와버리면 është fryma e shenjtë që vjen tek ju. 성령이 오는 것이니까요. 이 Por duke qenë se nuk e dini se cila pjesë e Biblës do të hyjë në zemrën tuaj, 것이니까 duhet t'i kushtoni vëmendje ndërsa lexoni dhe dëgjoni fjalët e Biblës. 정신 바짝 차려가지고 이 성경을 읽고 성경을 들어야 돼요. 오늘날 Në ditët e sotme, 사람들이 ka shumë njerëz të cilët mbajnë një Bibël me vete. 성경 읽고 성경 배워도 E lexojnë dhe e studiojnë. Por edhe duke vepruar kështu, nuk përfitojnë as me të voglën gjë prej saj. 하나의 Ata e marrin atë që Bibla thot si një njohuri të zakonshme. 너무 많습니다. Ekziston një tendencë e madhe që njerëzit ta bëjnë këtë gjë. Pra, 언제 me qenë se nuk e dini se kur, në cilën orë apo cilën pjesë 내 문제를 e Biblës do të vijë dhe do të zgjidhë problemin e zemrës suaj, është e rëndësishme që të dëgjoni të gjitha këto kumtesa dhe të siguroheni që të mos humbni as edhe një orë të vetme. 들락날락하면은 Nëse nuk veproni kështu, 이 혼 nëse thjesht hyni dhe dilni pa i kushtuar vëmendje, është shumë e mundur që të humbni shansin duke u hutuar dhe duke mos munduar të organizoni mendimet tuaja. 저는 1900 Kështu, ju nuk do të jeni në gjendje të ndiqni atë që thuhet. Në 18 nëntor të vitit 1961, padyshim që u rilinda përmes fjalëve të Biblës. 확실히 Padyshim që rilinda dhe këndvështrimi im për jetë ndryshoi. Ashtu siç ndryshoi edhe këndvështrimi im për botën. Kjo gjë ndodhi për shkak se gjithë jeta ime ndryshoi sapo e njoha këtë të vërtetë me siguri absolute, 분명히 të cilën tani jam në gjendje t'ja u tregoj. 아니하면 Jezusi e tha mjaft qartë se nëse nuk rilindni, nuk mund të hyni në mbretërinë e Perëndisë. Kjo është e padyshimt dhe e pakushtëzuar. 성경적 것도 Le të kthehemi tek një varg tjetër në Bibël. 20장 Është pikërisht në fund të Biblës, në librin e zbulesës, kapitulli 20. Vargu 15. Zbulesa, kapitulli 20, vargu 15. Ju lutem, përsëriteni bashkë me mua. Dhe nëse ndokush nuk u gjet i shkruar në librin e jetës, u flak në liçenin e zjarrit. 불못은 지옥을 말합니다. Liçeni i zjarrit është feri. Pra, pyetja është, 내가 거듭 nëse jeni rilindur apo jo. 경험
Nëse keni pasur përvojën e rilindjes, emri juaj është i shkruar në librin e jetës. 생명책에 기록되어 있는 겁니다. Tani le të kthehemi te kapitulli 21 i zbulesës. Kapitulli 21, vargu 27. Edhe nuk do të hyjë, kjo flet për mbretërinë e Perëndisë, asgjë e papastër dhe askush që kryen në veri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës së qengjit. 어린 양의 생명책에 기록된 자들뿐이니라. Vetëm ata që janë shkruar në librin e jetës së qengjit mund të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. 들어간다는 것을 말합니다. Kështu flitet këtu. 그러니까 이것이 Pra, kjo është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme. Nuk ka të bëjë me faktin se sa kohë keni që frekuentoni kishën, 교회에 내가 dhe as nuk ka të bëjë me pozicionin që keni mbajtur në kishë. Nuk ka të bëjë as pak me diçka të tillë. Ka të bëjë me faktin nëse keni rilindur apo jo. Nëse e keni marrë apo jo frymën e shenjtë nëpërmjet të kuptuarit të së vërtetës në fjalën e Perëndisë. Kjo është e vetmja çështje këtu. Kjo është arsyeja pse po i them të gjitha këto. 그런데 Ndoshta po mendoni se në thelb ju nuk e besoni Biblën. Ndoshta po mendoni çfarë po flet ky? 못 믿는데 그 무슨 Në 소리야? thelb unë thjesht nuk e besoj Biblën. 성경 자체를 Bibla 못 u 믿는 shkrua nga disa njerëz shumë kohë më parë. Ishin njerëz që thjesht shkruan mendimet dhe idetë e tyre. 그냥 자기 기억 Kjo është diçka që gjendet në Bibël. 아무렇게나 써놓고 Bibla thot se Jezusi eci mbi ujë, sa ai ringjalli të vdekurit, dhe sa ai ushqeu 5.000 njerëz me vetëm 5 bukë dhe 2 peshq. 5개와 물고기 2마리 5천 A keni dëgjuar ndonjëherë gënjeshtra të tilla? 마리거든요. Thjesht nuk mund t'i besoj të gjitha këto gjëra, pasi janë të gjitha një tufë marrëzish. 다 쓸데없는 소리다. Për shkak se mendoj se do të ketë disa mes jush që nuk e besojnë Biblën, do të doja t'u tregoja sot se Bibla është në fakt e vërtetë. 성경이 사실이라는 거. Nuk ka asnjë fjalë të vetme në Bibël që është e paqartë, 한마디도 apo që të ketë dalë nga mendja ose imagjinata e njeriu. 안에 기억에 떠오르는 대로 Së pari, do të doja të paraqisja disa prova që tregojnë se Bibla është e vërtetë. 하는 것을 여러분에게 먼저 입증을 해 드리겠습니다. Le të shikojmë tek Dhjata e Vjetër. Jobi, kapitulli 26. Jobi është para psalmeve. 시편 앞에가 욥기입니다. Jobi, kapitulli 26. 입니다. Do të lexoj vargun 7. Jobi, kapitulli 26, vargu 7. 입니다. Jobi, kapitulli 26, vargu 7. Ai shtrin veriun në zbratësi dhe e mban tokën pezull mbi hiçin. 공간에 다시며 I mbyll ujrat në rrejtë e tij, 빼한 구름에 싸시나 por ato nuk qahen nën peshën e tyre. 아니하느니라. Libri i Jobit u shkrua afërsisht 3000 vjet më parë. 약 3000 vjet më parë. 기록된 것입니다. 3000 vjet më parë është një kohë shumë e gjatë nga e shkuara. 3000년 전이면은 참 까마득한 Edhe pse ky libër ishte shkruar shumë kohë më parë dhe në ato ditë nuk ishte shkencë moderne siç kemi sot, këtu thotë: Ai e shtrin veriun në zbratësi. Më lejoni t'ja u shpjegoj këtë se çfarë do të thotë. Kur thotë veriu, i referohet polit të veriut. Mbi polin e veriut ka një hapësirë boshe. Çfarë do të thotë kjo? Për çfarë po flet? E gjithë hapësira është bosh. Ndoshta kështu po mendoni ju. Nëse do të dilni jashtë në një natë të kthjellët dhe do të shikoni hapësirën, ajo nuk do të ishte bosh. Do të ishte plot me yje që vezullohen si xhevahir të nditur në një tavan. Nuk është bosh. Është plot me yje. Galaktika është kaq e mbushur me yje saqë duket e mjegulluar. Por këtu po thotë se në hapësirën mbi veri ka një hapësirë ku nuk ka yje. Tu thotë, ai e shtrin veriun në zbratësi, që do të thotë që nuk ka yje që duke. Me fjalë të tjera, nuk ka yje mbi hapësirën mbi polin e veriut.
Shkrimtari i kësaj pjese të Biblës i regjistroi këto fjalë 3000 vjet më parë. Këtu nuk bëhet fjalë për fenë, bëhet fjalë për fakte lidhur me tokën dhe hapësirën e jashtme. Nëse shikoni këtu, ky është një artikull nga New York Times në tetor të vitit 1981. Artikulli thotë se astronomët kanë gjetur një vrim të madhe në hapësirën që vlerësohet të jetë 300 milion vite dritë e gjerë dhe ndodhet në qiejt veror. Kjo u zbulua nga astronaut që përdorën teleskop me 3 observatorë kryesorë në Shtetet e Bashkuara. Pra, e kuptoni se nga vëzhgimi i hapësirës së jashtme, shkenca moderne ka zbuluar se ka një hapësirë të madhe boshe përtej arrushës së madhe në qiejt veror. Nuk ka pothuajse asnjë yll në këtë hapësirë, e cila ka një diametër prej rreth 300 milion vite dritë. Kjo është çfarë është raportuar në shtyp. Bibla tha këtë 3000 vjet më parë. Pra, ajo që dua të them është se kapitulli 26 i Jobit, vargu 7 është i vërtetë. 사실이다 그 말입니다. Këto nuk janë fjalët e dikujt që thjesht flet. Këto fjalë që u shkruan në Bibël 3000 vjet më parë janë të vërteta. Ato nuk janë gënjeshtra, ato janë të vërteta. 거짓말이 아니고 Nuk janë gënjeshtra, por janë të vërteta. Bibla nuk përmban fjalë boshe që nuk është e vërtetë. 사실 아닌 허무맹랑한 소리를 성경에는 쓰지 않습니다. Bibla nuk përmban asgjë tjetër përveç së vërtetës. 전부가 Çdo fjalë e Biblës është e vërtetë. Pra, nëse e pranoni fjalët e Biblës si të vërteta, do të zbuloni një të vërtetë jashtëzakonshme brenda faqeve të saj. 여러분은 굉장한 그 사실을 발견할 거고 Por, nëse nuk i pranoni fjalët e Biblës si të vërteta, nuk do të jeni në gjendje të shmangni rrugën fatkeqe që gjendet përpara jush. 성경 Le të shikojmë tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli i parë. Romakëve, kapitulli i parë. Ndodhet në dhjatën e re. 240 페이지. Do të filloj të lexoj nga vargu 18. Sepse zemërimi i Perëndis zbulohet nga qielli për çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve, që mbysin të vërtetën në padrejtësi. Meqense ajo që mund të njihet prej Perëndis është bërë e dukshme në ta, sepse Perëndia ua ka shfaqur atyre. 하나님께서 Në fakt, cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës, shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. 그러므로 저희가 핑계치 못할지라. Më lejoni ta shpjegoj se çfarë thotë. Këtu thuhet, 여기 보면은 zemërimi i Perëndis u shfaq. 가 나타난다는 말은 Ky është gjykimi. Gjykimi i Perëndis do të shfaqet. 누구에게 나타나냐? Por, ndaj kujt do të shfaqet? Gjykimi do të shfaqet atyre që thonë se nuk e njohin Perëndin, atyre që nuk besojnë në Perëndin. 판이 나타난다. Kjo është çfarë thuhet këtu. 말씀을 Nga të gjitha mëkatet që ekzistojnë, 죄가 뭐냐? mëkati më i madh është mosbesimi në Perëndin. 믿는 것이 제일 큰 죄입니다. Pse kështu? 왜 그러냐? Shumica e njerëzve e konsiderojnë grabitjen si mëkat. 하면 죄고, Thonë se është mëkat të vjedhësh diçka. 하면 죄고, Ata thonë se rëmbimi është mëkat. Të marrësh drogë është mëkat 빨대로 하면은 dhe që bixhozi është mëkat. 납치해 가는 것도 죄고, Këto janë veprimet që ata i konsiderojnë si mëkate, 하는 것도 죄고. por ata nuk mendojnë se është mëkat të mos besosh në Perëndin. 그런 인식이 딱 돼 있는데 하나님 안 믿는 E dini arsye? 생각 안 해요. 왜 그러냐? Ata mendojnë se vetëm të çmendurit besojnë në Perëndin, dhe kushdo me mendje të shëndosh nuk beson në Perëndi. Ata thonë se është normale që një person inteligjent të mos besojë në Perëndi. 그러니까
Në këtë mënyrë, ata mburen me inteligjencën e tyre, duke thënë se nuk besojnë në Perëndi. Ata parapëlqejnë të besojnë në fuqinë e tyre. Ka shumë njerëz që mendojnë kështu. Nëse ndonjë prej jush sot nuk mendon kështu, ju lutem, më dëgjoni me kujdes. 그런 분이 있거든. 제 얘기를 좀 잘 들으세요. Supozoni një çift që nuk ishte në gjendje të kishte fëmijë, por që më pas ata arritën të kishin një djalë. Ai ishte fëmijë i vetëm. Ai ishte shumë i çmuar për ta, ndërsa e rritën. Ata do ta përqafonin duke e përkëdhelur në krahët e tyre. Ai ishte jashtëzakonisht i çmuar për ta, 이렇게 이제 por ai u llastua plotësisht. 귀엽게 키워가지고 이게 좀 버릇이 없어요. Ai u rit në këtë mënyrë. Më pas, si i rritur, ai pati një natyrë të këndshme dhe kur dilte ishte i sjellshëm dhe i dhëmshëm ndaj njerëzve jashtë familjes së tij. Si rezultat, njerëzit do të thoshin: 보면은 nuk i njohim prindrit e tij, por ai është shumë zemërmirë. 이렇게 인심이 Ai është një njerëz i shquar. 훌륭한 사람이 있는가? Njerëzit nuk pushuan kurrë se lavdëruari atë në këtë mënyrë. 그 사람을 칭찬해요. Por kur ky djalë kthehej në shtëpi, ai e shmangte plotësisht babain e tij. 자기 Ai do të thoshte fjalë të tilla si: a nuk ka vdekur ende plaku? Ai nuk e respektonte më babain e tij. 아버지 취급 Ai e injoronte babain e tij. 아버지 그냥 본척만 Ai e trajtonte baban me përbuzje të madhe. 아주 아버지를 무시하는 그런 아들입니다. Kur ishte jashtë, ishte i sjellshëm dhe fitonte zemrat e njerëzve, por sapo kthehej në shtëpi, sillej keq me babain e tij. 자기 아버지는 그래요. Pra, në sytë e njerëzve jashtë, ai shfaqej jashtëzakonisht i sinqert 저 사람은 법 없이 dhe si një person vërtet i shquar. Por si dukej ai në sytë e babait të tij? Ai ishte një fëmijë plotësisht mosmirnjohës. Ai ishte një njeri plotësisht zuzar. 큰 죄인. Në sytë e babait të tij, ai ishte një mëkatar i tmerrshëm. Mendoni pak. Është shumë mirë të jesh i sjellshëm me njerëzit e tjerë, 그렇지만은 por të jetosh jetën tënde duke mos besuar në Perëndia dhe duke u shpërfillur atë, është mëkati më i madh që ekziston përpara Perëndisë. Perëndia krijoi çdo gjë në qiell dhe në tokë. 하나님이 창조하셨고 Perëndia krijoi edhe njeriu. Kur e them këtë, ndoshta mendoni, krijimi? Çfarë krijimi? Njeriu evoloi nga një paraardhës i përbashkët që lidhet me majmunët. 원수는 Dhe majmuni evoloi përmes një procesi të gjatë evolucioni që filloi me amebën dhe krijesat e tjera njëqelizore. 지금 Duhet të keni parasysh vetëm gjakun. Nuk ka asnjë mënyrë që gjaku të ndryshojë. Nëse merrni gjakun e majmunit dhe ja jepni një personi, ai person do të fryhej dhe do të vdiste. Gjaku nuk ndryshon kurrë. 변치 않는 것입니다. A mendon se je pasardhës si një majmuni? Në çdo rast, 그렇고 Perëndia do të gjykojë mëkatin e mosbesimit në të. 하나님이 심판하시는 것입니다. Pra, do të vijë dita kur do të realizohet gjykimi i frikshëm i Perëndisë. 온다는 그런 얘기. 그런 Bibla na thot se edhe në atë ditë gjykimi, askush nuk do të arrijë të mbrohet apo të japë në një justifikim. 못한다고 얘기 말해놨습니다. Le ta lexojmë këtë gjë. Vargjet 19 dhe 20. 이는 Meqense ajo që mund të njihet prej Perëndisë është bërë e dukshme në ta, sepse Perëndia ua ka shfaqur atyre. 창세로부터 Në fakt, cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. 눈에도 보이지 않는 Zot Perëndi, nuk mund të shoh me sytë e mi fizik dhe as nuk mund të të dëgjoj. Si duhet të besoja në ty? 하나님 왜 나? Kjo ishte arsyeja pse nuk besova. Pra, pse po më gjykon? Pse po më çon në ferr? 왜? Këtu thuhet se nuk do të mund të bësh asnjë justifikim të tillë. Cila është arsyeja? Kjo ndodh për faktin se Perëndia e ka bërë të mundur që ti ta njohësh atë. 하나님을 Perëndia ka siguruar dy mënyra me anë të cilave njeriu mund ta njohë atë. 이 두 길이 있는데 Perëndia i ka siguruar këto dy mënyra, por njerëzit janë bërë dembel. Ata duan të shijojnë gjërat e mishit. 이 세상 Janë kapur nga kënaqësitë fizike të jetuarit në këtë botë
dhe prandaj e jetojnë jetën e tyre duke e injoruar Perëndin. Cila është arsyeja? Nëse ata do të mendonin se Perëndia ekziston, kjo gjë do t'i pengonte ta bënin atë që duan të bëjnë. Prandaj ata as nuk e kërkojnë Perëndin. Pra ka dy mënyra për ta njohur Perëndin. E para gjendet brenda jush. Nëse ndonjë prej jush këtu sot nuk mendon se Perëndia ekziston, ose nëse ndonjëri prej jush nuk beson në Perëndin, mendojeni këtë gjë në këtë mënyrë. Cili është ndryshimi midis njeriut dhe kafshëve? Çfarë dallon njeriu nga kafshët? Kafshët nuk kanë asnjë fe, por njeriu ka fe. Ky është dallimi. Arsyeja pse njeriu kërkon fenë është sepse ai ka një frym brenda tij. Prandaj njeriu e kërkon fenë. A ka njeriu frym? Unë nuk shoh ndonjë frym. Nëse gjendet ndonjë prej jush që mendon kështu, ju lutem më takoni. 그렇게 생각하시는 분이 계시거든. 제 얘기 한번 들어보세요. 제가 항상 이런 Kjo është diçka për të cilën unë flas shpesh. 제 집에 Më përpara kishte një qenë në shtëpinë tonë. Emri i saj ishte Liza. 사실은 저희가 Nuk ja vum ne atë emër. 또 우리 집에 올 때부터 Ajo e kishte emrin kur erdhi tek ne. 얘가 Ajo ishte thjesht një qenushe e vogël. 이 틀이 Flokët e saj ishin aq të gjata sa i mbulonin syt. Kështu që nëse donte të shikonte dikë, i duhej të shikonte lart. 사람 보고 있는 Kështu i shikonte ajo njerëzit. 이거 조그마한 개지만은 Ajo ishte një qenushe shumë e vogël, por në të vërtetë ishte shumë e egër. 여기 사람들이 Kur dikush hynte nga porta e përparme, qeni shkonte te personi dhe nuhaste rreth tij. 근데 그 사람 볼일 맞춰 Por, kur vizitorët tanë përpiqeshin të largoheshin dhe kishin vënë këmbën jashtë derës, qeni vraponte pas tyre dhe i kafshonte te thembra. 그 사람이 뭐 Meqense qenushja ishte e vogël, nuk ishte ndonjë problem aq i madh. 깜짝 놀라 Por vizitorët tonë trembeshin dhe do të bërtisnin, "Ah, por e dini se çfarë do të bënte Eliza atëherë?" Ajo do të shtirej si e pafajshme dhe thjesht do të kthehej dhe do të largohej sikur të mos kishte bërë asgjë të keqe. Ajo thjesht u largua. 없는 놈입니다. 뭐가 없습니까? Qenushes mungonte diçka. 얌체가 없어요. Çfarë i mungonte? Mund të themi se ajo nuk kishte turp. Së ndryshe, ajo nuk kishte ndërgjegje. Ajo nuk kishte ndërgjegje. 사람은 아무리 아껴 Në rastin e një njeriu, sado i keq që të jetë, 주먹을 가지고 한 대 nëse godet me grush në hundë, një tjetër dhe një nxjerr gjak, kur e sheh tjetrin gjithë gjak, do të fillojë të pendohet për atë që ai ka bërë. 조금 후에 돌아봅니다. Ai do të mendojë, ndoshta e teprova pak. 조금 참아 Ndoshta do të kisha qenë pak më i duruar. Kjo është brejtja e ndërgjegjes. Çfarë është ndërgjegja? Është fryma. Ndërgjegja është fryma. Ky është ndryshimi midis njeriut dhe kafshëve. Duke qenë se kafshët nuk kanë frymë, kur ato vdesin, kjo gjë shënon fundin e tyre. 영혼이 있기 때문에 Për shkak se njeriu ka frymë, kur vdes nuk është fundi, por edhe për shkak të veprimtarisë së ndërgjegjes, njeriu kërkon fenë. Kjo është arsyeja pse njerëzit bëjnë jetë fetare. A nuk keni ju ndërgjegje? 여러분 A nuk ka ndërgjegje brenda jush? Nëse keni ndërgjegje, duhet të dini se keni një frymë brenda jush. 여기 로마서 Vendosni një shenjë këtu tek Romakët dhe kthehemi tek kapitulli 1 i Zanafillës. Është kapitulli i parë në Bibël. 첫 장만 넘기십시오. Zanafilla, kapitulli 1, vargu 27. Zanafilla, kapitulli 1, vargu 27. Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëltyrës së vet. 대로 Sipas shëmbëltyrës së Perëndisë, ai krijoi mashkullin dhe femrën. Shikoni se çfarë thot këtu. Perëndia e krijoi njeriun sipas shëmbëltyrës së vet. 자기 형상 Sipas shëmbëltyrës së Perëndisë. 형상대로 사람을 창조.
Perëndia nuk ekziston në mish, si kundër ne. 육신의 형상이 아닙니다. Në kapitullin 4 të Ungjillit, sipas Gjonit, ka një varg që thotë: Ju lutem përsëritini bashkë me mua. 예배하는 자 Perëndia është frymë dhe ata që e adhurojnë duhet ta adhurojnë në frymë dhe në të vërtetë. 영이라 그랬습니다. Vargu thotë se Perëndia është frymë. 하나님은 Perëndia nuk është mish siç jemi ne. Ai është frymë. 사람을 하나님이 Në këtë rast, kur Bibla thotë se njeriu është krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndisë, do të thotë se fryma e njeriu është krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndisë. 물에 Kjo është arsyeja pse njeriu shihet si krijimi që qëndron lart mbi të gjitha krijimet e tjera. Ai qëndron lart mbi të gjithë krijimin. Atëherë, çfarë është fryma? Është ndërgjegja. 수 Ndërgjegja. 있는 것은 양. Njeriu mund të identifikohet i tillë me anë të ndërgjegjes së tij. Pra, 그래서 사람은 cili është ndryshimi midis njeriu dhe kafshëve? 짐승은 Kafshët janë thjesht mish. 뿐입니다. Secili prej tyre ka një shpirt. Por ai shpirt do të zhduket bashkë me mishin. Po 뭐냐? njeriu ka edhe mish edhe frymë. Kështu është njeriu. Dhe çfarë është ky mish? 신이라는 것은 이게 뭐냐? Është pluhur, 흙입니다. 흙. pluhuri i tokës. Në kapitullin 2 të Zanafillës, thuhet se Perëndia e krijoi njeriu nga pluhuri i tokës. 그것이 흙이기 때문에 Arsyeja pse ne ham ushqim, mish, bukë dhe perime është për shkak se ne jemi krijuar nga pluhuri i tokës. Pse ndodh kjo? 육신의 근본이 Meqense pluhuri i tokës është baza e trupave tanë fizik, për ta kënaqur trupin tonë, ne duhet i furnizojmë ata me gjëra që vijnë nga pluhuri i tokës. Elementet që gjenden në trupin e njeriu janë të njëjta me ata që gjenden në pluhurin e tokës. Njeriu duhet të hajë edhe kur është i uritur dhe të marrë ilaçe kur është i smur. Dhe si ushqim është edhe ilaçi. Ata vijnë nga pluhuri i tokës. Kështu është njeriu. 아니라요. Por çfarë ndodh me derrat? 있잖아, 돼지. Derrat. 돼지라는 놈 있잖아. Kur derrat janë të uritur, i dëgjoni ata oink oink oink. 막 시끄럽게 하면 Ata bëjnë shumë zhurmë. Por nëse u jepni pak ushqim që të mund të ngopen, ata shtrihen të qetë në mes të baltës dhe thjesht do të grasin. Derrat grasin shumë mirë. 이거 코를 잘 보래. Ata nuk kanë asnjë ankesë. 하나도 없어요. Asnjë ankesë. 물은 불만이 없어요. Për sa kohë që stomaku i tyre është plot, ata nuk kanë asnjë ankesë. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Ju lutem, mu përgjigjeni me sinqeritet. 나는 Ju lutem, ngrini dorën nëse mund të thoni sinqerisht, pra aq kohë sa stomaku im është plot, nuk kam ankesa. Po të kishit ngritur dorën, do ju kisha ofenduar dhe do të kisha thënë se jeni si një derr. Pse kështu? Pse nuk ngopet njeriu edhe kur barku i tij është plot? 배가 불러도 만족이 없어. Pse ndodh kjo? Kush është arsyeja për këtë gjë? Ndodh për shkak të frymës së tij, sepse fryma e tij është e uritur. Për shkak se fryma brenda tij është e uritur. Nëse gjithçka që ka njeriu është vetëm ky mish në të cilin jeton dhe i cili merr fund kur vdes, 만일 a nuk duhet të ngopet ai kur barku i tij është plot? 배부르면 si një derë? 하지 않습니까? 돼지처럼 Pse nuk ngopet njeriu edhe kur e ka barkun plot? 만족하지 않느냐? Kjo ndodh për shkak se ai ka ideale. Me çfarë lidhen këto ideale? 영혼에서 Ato lidhen me frymën. Problemi është se realiteti i njeriu nuk përputhet me idealet e tij. Ato ideale burojnë nga fryma e tij. 나오는 겁니다. Njeriu padyshim ka një frymë e cila është krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndisë. Mishi i tij u krijua nga pluhuri i tokës. 그래서 Ju lutem, përsëriteni këtë pas meje. Dhe do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëj të lirë. E vërteta është ushqim për frymën. Trupi duhet të konsumoj ushqim dhe fryma duhet të konsumoj të vërtetën. Të vërtetën.
Fryma duhet të konsumojë të vërtetën, dhe e vërteta është fjala e Perëndisë. Vetë Jezusi është e vërteta. Kjo është arsyeja pse nuk ka asnjë mënyrë me anë të së cilës të jeni të kënaqur në jetën tuaj, derisa të gjeni këtë të vërtetë, derisa të kuptoni këtë të vërtetë. Pati një kohë kur unë takova këtë të vërtetë. E kuptova këtë të vërtetë. Në atë moment, unë gjeta kënaqësinë. Në atë kohë, njerëzit thoshin se isha të çmendur. Ecja përgjatë rrugës me një buzëqeshje të madhe në fytyrën time. Këtë bën njerëzit e çmendur apo jo? Kur e vështroja botën, pasi e kisha kuptuar këtë të vërtetë, më dukej si një vend i ndyrë. Ndjeja mëshirë edhe për njerëzit që jetonin në prehrin e luksit. Njeriu duhet të gjejë këtë të vërtetë. Kemi një histori për t'i treguar kombit. Ky him flet për udhën e së vërtetës. Nëse e gjeni këtë udhë të së vërtetës, do të gjeni kënaqësinë që nuk keni mundur ta gjeni përmes asgjëje tjetër në këtë botë. Kjo është liria. Liria e ndërgjegjes. Liria e frymës. Kjo ndodh kur gjen lirinë e së vërtetës. Pra, për shkak se keni një frymë brenda jush, jeni tani në gjendje ta gjeni Perëndin nëpërmjet asaj fryme. Kur hapni frymën tuaj, ju arrini të takoni Perëndin. Ka shumë njerëz në këtë botë që e mbajnë me vete një Bibël. E lexojnë Biblën edhe flasin për Biblën. Por duket se ka shumë pak njerëz që e kanë takuar vërtet Perëndin në frymën e tyre. Ky është problemi. Është me anë të fjalës së Perëndisë që ne takojmë Perëndin. Pra, cila është mënyra e dytë që ne dëgjojmë Perëndin? Shikoni vargu 20. Romakëve, kapitulli 1, vargu 20. Vargu 20. Në fakt, cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës, shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Shikoni se çfarë thot këtu, që nga krijimi i botës, cilësitë e padukshme të Perëndisë. Cilat janë cilësitë e padukshme të Perëndisë? Këto janë fuqia e përjetshme e Perëndisë dhe hyjnia e tij. Fuqia e përjetshme dhe natyra hyjnore e Perëndisë janë të padukshme, por ato mund të shihen përmes gjërave që ai ka krijuar. Këtë thot vargu. Çfarë do të thotë kjo? Hithi një vështrim këtu. Këtu kemi një pikturë. Dikush e ka pikturuar këtë pikturë. Duke parë këtë pikturë, ne mund të dimë diçka lidhur me artistin, interesat e tij, karakterin dhe talentin e tij artistik. Nëse e shqyrtojmë këtë ndërtesë, mund të kuptojmë diçka nga interesat dhe mendimet e arkitektit. Po ashtu, meqense Perëndia krijoi gjithçka në qiell dhe mbi tokë, brenda krijimit, ne mund të shohim karakterin e Perëndisë, interesat e tij, natyrën e tij, fuqinë e tij dhe natyrën e tij harmonike. Kjo ndodh pasi kjo është vepra e artit të Perëndisë. I gjithë krijimi është kryevepra e Perëndisë. Për këtë flet ky varg. Pra, tani, le të mendojmë lidhur me këtë çështje pak më shumë. Le të kthehemi tek kapitulli 11 i Hebrejve.
Hebrejve, kapitulli 11, vargu 3. Hebrejve, kapitulli 11, vargu 3. Me anë të besimit, ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e Perëndisë. Me anë të besimit, ne kuptojmë se bota është krijuar me anë të fjalës së Perëndisë. Shikoni se çfarë thot këtu. Si e krijoi Perëndia botën? Thot se ai e realizoi atë me fjalën e tij. Thot se ai e realizoi atë me fjalën e tij. Wow! A nuk është kjo e mahnitshme? Si ndërtojt një ndërtesë si kjo ku jemi ne? Ka nevojë për makineri të rënda. Ka nevojë për punëtor. Dhe ka nevojë për arkitekt për të ndërtuar këtë ndërtesë. Por Bibla thot se Perëndia e krijoi këtë botë vetëm duke përdorur fjalën e tij. Kjo është arsyeja pse njerëzit e kanë të vështirë të besojnë këtë. Ata mendojnë se kjo do të thotë se Perëndia thiri, diell shfaqu dhe dielli erdhi në ekzistencë, dhe tokë shfaqu dhe toka erdhi në ekzistencë. Kush ka dëgjuar për një gjë të tillë? Njerëzit nuk e besojnë, sepse nuk mund të imagjinojnë një gjë të tillë dhe nuk përputhet me idenë e tyre të kuptuarit. Ata as që përpiqen ta shikojnë më tej këtë çështje. Çfarë nënkupton Bibla kur thotë se Perëndia e krijoi botën me anë të fjalës së tij? Le të mendojmë në këtë mënyrë. Unë ndërtova shtëpinë ku jetoj tani. Në atë kohë, unë punoja në një kompani transmetimi. Hapi i parë, kur bëhet fjalë për ndërtimin e një shtëpie, është hartimi i planeve. Ndërsa po përgatitesha të ndërtoja atë shtëpi, u enda nëpër qytet duke parë të gjitha rezidencat private. Ndërsa veprova kështu, më lindi ideja se si të ndërtoja shtëpinë time. Hapi tjetër ishte të shkoja në një zyrë arkitektësh dhe të kërkoja atyre të hartonin planin e shtëpisë që doja të ndërtoja. Arkitektët kërkuan të dinin sipërfaqen e tokës. U thash se toka ishte rreth 278 metra katror. Pastaj ata më pyetën me sa kate doja ta ndërtoja shtëpinë dhe u thash me 3 kate. Pastaj më pyetën se ku do të doja të ishte hyrja, ku do doja të ishte dhomëndenjës dhe ku doja të ishin tualetet. Mi kërkuan të gjitha detajet. U tregova atyre gjithçka që duhej të dinin. Pas një muaji, ata më kontaktuan dhe më thanë se planet ishin gati dhe se mund të shkoja t'i merja. Më dhanë planet, ata ishin vërtet të trashë sa një libër. Gjëja tjetër që bëra ishte të telefonoja një kontraktor. I thash se doja të ndërtoja një shtëpi sipas këtyre planeve dhe i kërkova të bënte mbikëqyrjen e ndërtimit të shtëpisë. Punën ja besova kontraktorit. U deshën 3 muaj që shtëpia të ndërtohej dhe sa po përfundoi, shkova të banoj aty. Pra, si e ndërtova shtëpinë? E ndërtova me fjalët e mia. Arkitekti më bëri pyetje dhe unë i dhash përgjigjet. Fjalët e mia u shndërruan në plane që u përdorën për të ndërtuar shtëpinë. Planet ishin parimet me të cilat u ndërtua shtëpia. Ato ishin ligjet që sistemuan shtëpinë. Ky është kuptimi kur Bibla thotë se Perëndia e krijoi botën me anë të fjalës së tij. Të gjitha ligjet e natyrës në këtë botë janë fjala e Perëndisë. Ligjet e natyrës janë fjala e Perëndisë. Fjalët e mia ishin ligjet me anë të cilave shtëpia ime u ndërtua. Si do të ishte hyrja, si do të ishin tualetet, lartësia e dyerve, përmasat e dhomave. Fjalët e mia ishin ligjet e asaj shtëpie. Perëndia e krijoi këtë botë me anë të fjalës së tij. Së ndryshe, fjala e Perëndisë përbën ligjin që drejtojnë të gjithë botën natyrore.
A ka ndonjë problem me këtë logjik? Ka dy lloje ligjesh brenda fjalës së Perëndis. Janë ligjet e natyrës dhe më pas është ligji i frymës. 영혼의 법칙. Ligjet e natyrës përfshin ligje që sistemojnë mijëra miliona qeliza në trupin tonë. 수천만의 수억 개의 세포 법칙. Kështu është dhe fjala e Perëndis. Gjithë ligjet që rregullojnë gjithçka në të gjithë universin janë fjala e Perëndis. Të kuptuarit e së vërtetës së Biblës është ligji i frymës. 책임이다 이것이. Pasi lloji i dytë i ligjit, 제 법칙, 영혼의 법칙. ligji i frymës, të përmbushet brenda frymës suaj, 하나님의 아들. ke lindur përsëri si biri i Perëndis. Ky është plani i Perëndis. Le të shkojmë tek Psalmi 119. 19번 찾으세요. Është në dhjatën e vjetër. 해집니다. 구약 성경 Psalmi 119. Psalmi 119, vargu 89. Vargu 89. Më lejoni ta lexoj. 읽겠습니다. Gjithnjë, o Zot, fjala jote është e qëndrueshme në qiell. 하늘에 굳게 섰사오며. Kjo është diçka e çuditshme për ta thënë, apo jo? Shikoni këtu. 여기 한번 보세요. Aty ishte fjala e Perëndis. 말씀이 계셨다. Dhe fjala e Perëndis 말씀은 përbën planin e tij për të gjithë historinë. 계획입니다. Është plani dhe projekti i Perëndis për rrjedhën që merr historia. Është ligji i Perëndis. Historia e njerëzimit u krijua dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite me anë të fjalës së Perëndis. 진행 중에 있습니다. Pra, fillimisht, ishte fjala e Perëndis që përmbante planin dhe projektet e tij. Krijimi u përmbush sipas fjalës së Perëndis dhe historia ka vazhduar të shpaloset në përputhje me fjalën e tij. Le të vazhdojmë të lexojmë vargu 90. Besnikëria jote vazhdon brez pas brezi. Ti e ke vendosur tokën dhe ajo ekziston. 그러므로 땅이 항상 있사오니 Vargu thot se Perëndia e krijoi tokën. Më pas, vargu 91. Ju lutem përsëriteni pas meje. Qielli dhe toka ekzistojnë deri në ditën e sotme, sepse çdo gjë është në shërbimin tënd. 까지 있음은 만물이 주의 종이 된 연권이다. Shikoni se çfarë thuhet këtu. 보세요. Ai thot dekrete. Dekretet janë ligje. 법칙입니다. Dekretet janë ligje. Pra, 여기 보세요. këto janë qiell dhe toka, 가 trupat qiellor, 천체, yjet i lartë në qiell edhe dielli. 태양 이건 천체. Këta janë trupat qiellor. Dhe më pas është toka, edhe toka vazhdon edhe sot e kësaj dite sipas dekreteve, ligjeve të Perëndis. Të gjitha ligjet e natyrës janë fjala e Perëndis. 하나님의 말씀이에요. Ashtu si kundërishin fjalët e mia, ligje për ndërtimin e shtëpisë time. Kur Bibla thot se Perëndia e krijoi botën me anë të fjalës së tij, 하는 말은 nën kupton që ai vendosi ligjet dhe bota u krijua sipas atyre ligjeve. 이 세상이 창조됐다 그 말입니다. 여러분, A ka ndonjë gjë që nuk shkon me këtë? Le të kthehemi tek Psalmi 147. Është në dhjatën e vjetër. Psalmi 147, vargu 15. 15절. Dërgon mbi tokë urdhërin e tij. 을 땅에 보내 Fjala e tij merr dheun. 이 속히 달리는도다. Dërgon borën si lesh 을 양털같이 dhe përhap brymën si hi. 서리를 재같이 흩으시며 Hedh breshrin e tij si me copa. 부스러기같이 뿌리 Kush mund t'i bëj ball të ftohtit të tij. 를 감당하리요. Dërgon fjalën e tij dhe i shkrin ato. 그것들을 Bën që të fryj era e tij dhe ujrat rridhin. 물이 흐르는도다. Shikoni se çfarë thot këtu.
Urdhri i Perëndis është fjala e tij apo jo? Kur Perëndia dërgon urdhrin e tij në tokë, çfarë ndodh aty? 땅에 어떤 일이 일어나냐 하면은 Fjala e tij merr dheun. 달려간다. Kjo është një shprehje shumë interesante. Ai thot, fjala e tij merr dheun. 막 달려간다려. Çfarë do të thotë që fjala e tij merr dheun? 달려가는 게 뭐냐? Kjo ndodh për shkak se fjala e tij merr dheun dhe që bora zbret poshtë. Bora bie si lesh i deleve. 같은 물이 내린다. Çfarë do të thotë kjo? A nuk nënkupton se ligji po zbatohet? 된다 말하니. Ligjet janë vënë në veprim. 식이 진행된다 말합니까? Vjeshta bëhet dimër. 가을에서 Përftohet presioni i ulët atmosferik, 기압이 생기고 shiu bie nga rejt 구름에서 dhe ngrin duke rënë si dëbor. 비가 내리다가 얼어버리니까 눈이 Kjo është fjala e Perëndis që merr dheu. 이게 말씀에 Këto janë ligjet e Perëndis që vihen në veprim. Por, çfarë thot më pas? 보세요. Ai përhap brymën si hi, 재같이 흩으시며 hedh breshërin e tij si me copa. 뿌리같이 뿌리시나니 Kush mund t'i bëj ballë të ftohtit të tij? 감당하리오. Këto janë të gjitha ligjet e natyrës të vëna në veprim. 말씀에 다른 박지라고 했습니다. Kjo është fjala e Perëndis që merr dheun. Tani vargu 18. Dërgon fjalën e tij dhe i shkrin ato. Bën që të fryjë era e tij dhe ujërat rrjedhin. Ai dërgon fjalën e tij 보냈다. dhe akulli shkrihet. 얼었던 것을 녹이는데 Si shkrihet akulli? 어떻게 녹습니까? Dimri kthehet në pranverë apo jo? 생각하지 않습니까? Kjo ndodh kur toka rrotullohet rreth diellit. 과정에 생기는 Toka rrotullohet rreth boshtit të saj, ndërsa rrotullohet rreth diellit. 지나고 Në këtë proces, dimri largohet dhe pranvera vjen. Duke qenë se temperatura rritet, i gjithë akulli shkrihet dhe rreket malore shkrihen. Gjithçka shkrihet në këtë mënyrë. Prandaj thotë, dërgon fjalën e tij dhe i shkrin ato, bën që të fryjë era e tij dhe ujërat rrjedhin. Psalmet janë poezi dhe prandaj ekziston ky lloj të shprehuri. Kur thotë ujërat rrjedhin, i referohet shiut që bie. Meqense era fryn, kjo ka të bëjë me presionin atmosferik. 저기압을 쪽을 향해서 Era fryn kundrejt një zone me presion të ulët atmosferik dhe rejt zbresin duke bërë që të bie shi. Bie shi, si ndodh kjo? 이게 뭐요? Ai dërgon fjalën e tij. Është një ligj apo jo? Është e rëndësishme të kuptohet se krijimi i kësaj bote nga Perëndia me anë të fjalës së tij është origjina e shkencës themelore. 가장 기본적인 과학의 근본입니다. Perëndia është origjina e gjithë shkencës. 하나님께 있는 거예요. Të gjitha ligjet e natyrës në këtë botë u vendosen nga Perëndia. Ato janë fjala e Perëndis. 말씀이신 거예요. Me anë të fjalëve të tij të natyrës, përmes ligjeve të natyrës, 이 모든 Perëndia krijoi gjithçka në këtë botë. Kush është Perëndia? Ai është fillesa e të gjitha ligjeve natyrore dhe ai është fillesa e së vërtetës. 모르니까요. Nuk mund të them se sa i irrituar ndihem duke ditur që pak njerëz e njohin Perëndin. 길로 가다가 Disa njerëz ecin përgjatë rrugës dhe sapo shohin ndonjë gur me pamje të çuditshme fillojnë t'i luten. Ata mendojnë se Perëndia është i lidhur me atë gur. 동리에 가보면은 Në fshatra, shpesh herë ndeshe me pemë të vjetra dhe herë ato janë të kalbura. 왜 Ka njerëz në Kore që fërkojnë duart së bashku kështu përpara një peme të vjetër të kalbur dhe më pas varin diçka në pemë, bashkojnë duart së bashku dhe përkulen para asaj peme. Njerëzit kërkojnë nga pema që t'i bekojë. 자연 법칙이라는 하나님의 Perëndia është ai që krijoi këtë botë me fjalën e tij, me ligjet e natyrës. Le të shkojmë te kapitulli i parë i Zanafillës. Kapitulli i parë i Zanafillës. Do të lexoj nga vargu 1. Në fillim, 하나님이 Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Toka ishte pa trajt, e zbrazët,
dhe errësira mbulonte sipërfaqen e humnerës, dhe fryma e Perëndisë fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Në këtë kohë, njerëzit e mirëarsimuar prirën të mendojnë se Bibla është një libër morali. Pra, disa prej tyre e lexojnë Biblën me shpresën se do të merrnin ndonjë mësim morali përmes faqeve të saj. E hapin faqen e parë dhe fillojnë ta lexojnë, por u mbaron menjëherë energjia. Pse ndodh kjo? Mendjet e tyre janë përplot me teorinë e evolucionit dhe nuk mund të pranojnë diçka që thotë saktësisht të kundërtën. Perëndia e krijoi këtë botë. Kur e lexojmë këtë, ata e humbasin të gjithë entuziazmin dhe nuk kanë më asnjë interes për ta lexuar Biblën. Ka një shije të hidhur për ta. Kështu, ata e mbyllin Biblën dhe e vendosin përsëri në raft. Ata ndalojnë dhe i thonë lamtumir Biblës. Ata e jetojnë jetën e tyre pa asnjë lidhje me Biblën. Por në fakt, vargu i parë i këtij kapitulli të parë të Biblës është shumë i rëndësishëm. Më lejoni t'ju tregoj diçka që kam lexuar diku në një libër. Ka një universitet në qytetin e Kyotos në Japoni, quhet Universiteti Doshisha, dhe themeluesi i tij besoi në Jezusin. Themeluesi i këtij universiteti tha se besoi në momentin ku lexoi kapitullin e parë dhe vargun e parë të Zanafillës. Ai ishte një njeri i arsimuar, por edhe pse lexonte të gjithë librat e kësaj bote, ai tha se nuk kishte asnjë mënyrë për të gjetur prej tyre logjikën apo parimet e qiejve dhe të tokës. Ai kërkoi vazhdimisht një përgjigje lidhur me këtë aspekt. Dhe pasi hasi për herë të parë një Bibël, ai e hapi dhe e lexoi. Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Kaq. Atëherë gjithçka merr kuptim. Kjo botë është këtu për shkak se Perëndia e krijoi në fillim. Ky ishte momenti ku ai besoi për herë të parë. Kjo gjë është një e vërtetë shumë e çmuar. Më lejoni t'ju bëj një pyetje dhe ju lutem më përgjigjeni. Ku shkojnë njerëzit kur janë sëmurë? Ata shkojnë në spital, apo jo? Po sikur makina e tyre të prishet, e çojnë te mekaniku, apo jo? Ose shkojnë direkt tek prodhuesi. Nëse makina juaj prishet dhe nuk gjeni dikë për ta riparuar, mund të ndiheni shumë të mërzitur. Nëse do ishit të smurë dhe nuk do gjenit një spital, mund të përfundoje i vdekur në rrugë. Por, nëse arrini të gjeni një spital, imagjinoni se sa të lumtur dhe të lehtësuar do të ishit. Njeriu ka një sëmundje brenda vetes. Çfarë është ajo sëmundje? Sëmundjet fizike janë sëmundje, por ka edhe sëmundje frymërore. Ka një sëmundje frymërore. Njeriu jeton një jetë kot, një jetë me vështirësi. Ai nuk e di se nga ka ardhur apo ku po shkon. Jeta e tij duket e zbrazët dhe e pakuptimt. Njerëzit e jetojnë jetën e tyre në këtë mënyrë. Por pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak të sëmundjes në zemrat e tyre, sëmundjet në frymërat e tyre. Për çfarë kanë nevojë njerëzit me sëmundje të tillë? Ku duhet të shkojnë këta njerëz? Frymërat e të cilëve janë të smurra në lidhje me jetën e tyre? Kur prishet një makinë, ka një vend ku mund ta çosh. Dhe kur je i smur fizikisht, ka një vend ku mund të shkosh. Por ku duhet të shkosh kur fryma jote është e smurë? Kjo është pyetja. Ku duhet të shkoni? Ju duhet të shkoni tek Krijuesi. Krijuesi që ju krijoi mund të shërojë frymën tuaj të smurë. 창조하신 창조주가 병든 영혼을 고쳐줄 수 있는 거예요. Nëse një person është i smurë për vdekje dhe në prag të vdekjes, një mjek mund të përpiqet ta shërojë. Por mjeku nuk mund të ndihmojë një person që tashmë ka vdekur. Edhe në rastin e një makine, nëse është e pamundur të riparohet, nuk ka asnjë dobi ta kthesh atë tek prodhuesi. Por meqense Perëndia e krijoi njeriu, ai është në gjendje ta shërojë plotësisht sëmundjen në frymën e njeriu. 영혼의 질병을 완전히 고쳐
Dhe ai e bën këtë. 주십니다. Fryma ime është shëruar. Kur një person vuan nga sëmundjet e frymës dhe nuk di ku të shkojë për të shëruar, 병에 병이 들어 ai thjesht duhet të drejtohet Biblës edhe ta lexojë atë. 하는 사람 그런 사람이 이 Pastaj ai mund të thotë, 억하니 ashtu është një krijues që më ka krijuar. 만들어준 Ai mund të zgjidhë problemin tim për mua. 분야로 내 문제 Ky është një lajm shumë i mirë. 실 뿐이구나. A nuk mendoni dhe ju kështu? 얼마나 반가운 소식입니까? Tani shikoni vargun 2. 2절입니다. Toka ishte pa trajt, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e humnerës, dhe fryma e Perëndis fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Fjalët në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën janë shumë të lehta për të kuptuar. Por vargu 2 është punë tjetër. 어떻게도 몰라. Toka ishte pa trajt, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e humnerës, dhe fryma e Perëndis fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. 그래서 Çfarë supozohet të thotë gjithë kjo? Ndoshta ju mendoni se do të lexoni pak nga Bibla dhe do të mësoni sa ndu pak. Por pasaj mendoni, nuk e di. Kjo Bibël është vërtet shumë e vështirë për të kuptuar. Nuk e kam idenë se për çfarë bëhet fjalë. Nuk mund të lexoj më, dhe ju ndaloni se lexuari dhe e mbyllni. Ju lutem mos u dëshpëroni. Le ta shqyrtojmë bashkë këtë çështje. Hidhini një sy kësaj videoje tani. 이 내용을 Në hapësirë, hidrogjeni bashkohet për të formuar një masë. Edhe tani, larg në hapësirën e jashtme, yjet po formohen në këtë lloj mënyre. 어떤 별이 Astronomët e kanë vëzhguar këtë. 천문학에서 이 관측을 한 겁니다. 그래서 여기 보세요. Tani hidhini një sy kësaj kumtese artikulli. 이를 아시는 분 Titulli shkruan: 워칭 에 Të vështrosh si ka lindur një yll. 별이 Të vështrosh lindjen e një ylli. 그래서 Një herë shkova të vizitoja qytetin e Sacramentos, që është kryeqyteti i shtetit të Kalifornisë. 정부가 있는 Po vizitoja një burr që ka të njëjtin besim me ne dhe ai po punonte atje në bashki. 그분이 Ndërsa gjendesha atje, ai më dha një kopje të këtij artikulli. 같은 어느 날이 Më duket një artikull shumë i dobishëm. 그 참이 Edhe tani po krijohen yje. 그래서 지금도 Ata formohen kur gazi mlidhet së bashku. 애수가 뭉쳐져서 만들어집니다. Vitin e shkuar, 이번에 제가 unë shkova në San Francisco. 샌프란시스코를 갔는데 Aty, pranë urës Golden Gate, është një park. Dhe në atë park ka një kinema ku ata shfaqin një film për mrekullitë e universit. 이 우주의 신비에 대해서 이 영화를 보여줍니다. Dhe ata ju tregojnë diçka të tillë. Si u formua sistemi diellor fillimisht? 형성됐냐 하면은 Gazrat u mblodhën së bashku dhe pasi këto masa gazi u rrotulluan, u formuan planete si Jupiteri. 목성도 생겨나고 그런 걸 보여. Të gjitha këto i shfaqin në film. Tani le t'i hedhim një sy tokës. Brenda tokës pati një ndezje, e cila për shkak të presionit të brendshëm mori flak dhe filloi të digjej. 지구가 타기 시작했어요. Ndërsa vazhdoi të digjej, u shndërrua pak nga pak në lëng të shkrirë. 그래서 뭘로 변해가느냐 하면은 Dendësia e këtij lëngu të shkrirë ishte si ajo e brumit. 가루 반죽해놓은 그 액체죠. Gazi ishte ndezur dhe ishte kthyer në lëng. Pastaj, shtresa e jashtme e zjarit u dogj. 다탈 끝이 U dogj vetë. 꺼져버리고 U dogj, 이러한 지구 por presioni i brendshëm në nënkuptonte që nxehtësia vazhdonte brenda bërthamës. 안에 열이는 그러니까 Kjo është arsyeja pse toka po digjet edhe tani thellë në bërtham. 왜 지금 Pse ka kaq shumë tërmete këto ditë? 지진이 왜 자꾸 이러는지 A e dini pse ka kaq shumë tërmete? 이 열이 Kanë të bëjnë me këtë nxehtësi. 이 근 Këtë nxehtësi të jashtëzakonshme këtu. 굉장한 열인데 Kjo nxehtësi është jashtëzakonisht e fuqishme dhe si rezultat 대륙도 ndikon pllakat kontinentale, 그만큼 열이 duke i bërë ato të ngrihen dhe të bien. Ja sa e fuqishme është kjo nxehtësi. 지구를 Dhe kjo nxehtësi shpesh shkrin sipërfaqen dhe shpërthen. 모든 물체가 안에서
Ajo gjithashtu shkrin gjithçka në rrugën e saj në sipërfaqe. Lava largohet dhe shkrin shkëmbin në sipërfaqe. Ajo shkrin gradualisht shkëmbin dhe shpërthejnë mbi sipërfaqe. Kur dishepujt e pyetën Jezusin se cilat do të ishin shenjat se kjo botë po mbaronte, ai tha se do të ndodhin shumë tërmete. Këtë e lexojmë në kapitullin 24 të Ungjillit sipas Mateut. Ai tha se do të ndodhin shumë tërmete dhe se kjo ishte një shenjë se botës po i vinte fundi. Në këtë kohë, ka një numër të jashtëzakonshëm njerëzish që vdesin çdo ditë për shkak të tërmeteve. Dhe me kalimin e viteve, ka gjithnjë më shumë tërmete. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh pasi tokës po e vjen fundi i jetës së saj. Kështu thuhet në Bibël. Kjo nuk është diçka që e kam shpikur unë. Nuk kemi kohë që unë t'ju tregoj gjithçka. Por, kur të ktheheni në shtëpi, ju lutem lexoni kapitullin 24 të Isaias, vargu 19. Ju lutem lexoni kapitullin 24 të Isaias, vargu 19. Aty thuhet qartë se një ditë toka do të shpërthejë dhe do të marrë fund. Pra, nëse shikojmë prapa, temperaturat tepër të larta brenda tokës, kur kjo ishte ende e lëngshme, për shkak të temperaturave të brendshme tepër të larta, po fluskonin këtu. Sipërfaqja po fluskonte e gjitha. Po fluskonin si një tenxhere kur zihen. Por andodhte vetëm kaq? Aty këtu hapeshin vrima dhe avulli derdhej nëpër vrima. Apo jo? Kështu ndodh. Çfarë do të thotë kjo? Ju lutem, përsërisni këtë pasmeje. Toka ishte pa formë. Për këtë është duke folur. Në atë kohë, toka ishte pa formë. Kur thotë se ishte pa formë, i referohet faktit se në atë kohë nuk ishte qenie të gjalla mbi tokë. Dhe pastaj thotë se errësira ishte mbi sipërfaqen e humnerës. Pse errësirë? Dielli ishte shumë larg atje, por ujërat e shumta të oqeaneve mbuluan sipërfaqen e tokës si një shtresë reje. Ujërat ishin aty si avulli që formonte këtë shtresë reje për të mbuluar sipërfaqen, prandaj sipërfaqja ishte në errësirë. Bibla thotë se errësira ishte mbi sipërfaqen e humnerës. Le të shkojmë tek një varg tjetër në Bibël, kapitulli 38 i Jobit. Libri i Jobit është përpara psalmeve. Jobi, kapitulli 38. Jobi, kapitulli 38, vargu 8. Më lejoni ta lexoj. Kush e mbylli me porta detin, ku shpërtheu, duke dalë nga gjeri i nënës, kur i dha shëret për robat, edhe terin për pelena. Vështroni se çfarë thot këtu. Ai thot se deti shpërtheu dhe doli nga gjeri i nënës. Ashtu si një fëmijë del nga barku i nënës së tij, ujërat e detit dolën nga gjiri që ne i quajmë tokë. Pastaj, tek vargu 9 thot, kur i dha shëret për rroba, pra vështroni. Toka ishte e rrethuar plotësisht nga rejt. Rejt ishin rrobat e saj. Tani vështroni se çfarë thot më pas. Ai thot, dhe terin për pelena. Pelenat përdoren për të mbështjellë foshnjat e porsalindura. Ato quheshin rroba pelenash apo shirita pelenash. Toka ishte e mbështjellë plotësisht në errësisë të dendur si pelena të mbështjella rrotull një foshnje të porsalindur. Kjo bën fjalë për tokën kur u formua për herë të parë. Kjo ishte shkruar 3500 vjet më parë. E gjithë kjo ndodhi nga ligjet e natyrës. Gjithçka ndodhi sipas ligjeve. Është e qartë se për shkak se Perëndia e krijoi botën, gjithçka u krye sipas ligjeve të krijimit. Le të shkojmë tek Zanafilla, kapitulli 1.
Kapitulli 1, vargu 2. Toka ishte patrajt, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e humnerës, dhe fryma e Perëndis fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Vështroni se çfarë thuhet këtu. Kjo na tregon qartë se Perëndia krijoi qiellin dhe tokën në përputhje me ligjet. 천지를 창조하셨다는 것을 보여주는 것입니다. Ai nuk rrezikoi thjesht të supozonte sa herë që bënte diçka, dhe as nuk poluante. Kjo na tregon që ai kishte një plan dhe qëllim mjaft të qartë ndërsa po krijonte këtë tokë. 하는 것을 말하고 있습니다. Në këtë rast, cili është qëllimi i Perëndis në krijimin e qiejve dhe të tokës? 어떤 목적으로 창조하셨는가? Le ta mendojmë. 어떤 Cili ishte qëllimi i Perëndis në krijim? Le të hedhim një sy kapitullit të parë, vargut 27. Zanafilla, kapitulli 1, vargu 27. Vargu 27. Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëltyrës së vet, sipas shëmbëltyrës së Perëndis. Ai krijoi mashkullin edhe femrën. 자, 여기에 Nga çdo gjë që Perëndia krijoi, 모든 만물 ishte njeriu që ai krijoi sipas shëmbëltyrës së tij. 하나님의 형상대로 지었다. Kështu thuhet këtu. Nuk e di nëse ju kujtohet, por çfarë pam ishte imazhi i Perëndis. 영혼이라 그랬죠. Çfarë ishte? Ishte fryma apo jo? 그런데 왜 하나님이 Por pse Perëndia i krijoi ata mashkull dhe femër? 여러분 A e dini se çfarë është lumturia? Lumturia është dashuri. 사람들 Njerëzit mendojnë se pasuria do t'u sjellë lumturi, apo që epërsia akademike do t'u sjellë lumturi, 높은 지위에 오르면 행복한 apo që arritja e një pozicioni të lartë në shoqëri do t'u sjellë lumturi, por pa dashuri nuk ka lumturi. 행복은 사랑. Lumturia gjendet brenda dashurisë. 그래서 Përfytyroni një të ri dhe një të re që fillojnë të takojnë dhe bjejnë në dashuri. 내가 Por më pas njëri prej tyre është i pabezë, ose që prindrit e tyre nuk janë në favor të lidhjes së tyre dhe ata nuk janë në gjendje të martohen. Atëherë ata mund të dëshirojnë që t'i japin fund jetës së tyre. Kështu ndodh. 왜 그러냐? Pse ndodh kjo? Kur dashuria dështon, ata nuk gjejnë ndonjë arsye për të jetuar. 사랑이 Dashuria është lumturi. Dashuria është lumturi. 자, 그러면 A e dini pse Perëndia e krijoi njeriu mashkull dhe femër? 남자와 여자를 창조하시는지 알아요? Për shkak sepse Perëndia është dashuri. Në letrën e parë të Gjonit, kapitulli 4, vargu 8 thot: Perëndia është dashuri. Vetë Perëndia është dashuri. Pra, kur Perëndia e krijoi botën, ai zbatoi parimin e dashurisë për çdo gjë, qofshin kafsh apo bim. 전부가 사랑에 올립니다. Kafshët meshkuj dhe femra e duan njëri tjetrin. Një nën e do pasardhësin e saj. Më pëlqen të shoh në televizor dokumentar për mbretërinë e kafshëve. Ata tregojnë zogj dhe kafshë ndërsa i rrisin të veçlit e tyre, dhe kur i shoh ato skena, mund të shoh se ato janë një shprehje e zemrës së Perëndis. 하나님의 마음에서 나온 Meqense Perëndia është dashuri, ai e ka mbështetur të gjithë botën natyrore mbi parimin e dashurisë. Pra, pse e krijoi Perëndia njeriu mashkull dhe femër? 여자를 창조한 이유가 뭐냐? Ndodhi me qëllim që ata të mund të përjetonin lumturinë përmes dashurisë. Por pse krijoi Perëndia njeriu? E krijoi për t'i bërë vetes një partner në dashuri. Perëndia po krijonte një partner për dashurinë e tij. Le të kthehemi tek libri i zbulesës, kapitulli 21, është pikërisht në fund të Biblës. Zbulesa, kapitulli 21, vargu 1. Dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishin shkuar, 바다도 다시 dhe deti nuk ishte më. 또 내가 Dhe unë, Gjoni, pas qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, që zbriste nga qielli,
nga Perëndia, që ishte bërë gati si nuse e stolisur për burrin e vet. 이게 무슨 말이냐면 Nëse vështroni këtu, do të shpjegoj se çfarë thotë. 현재 Ekziston kjo periudhë e shkurtër kohore, që është e tashmja, 과거 dhe ekziston e kaluara e përjetshme dhe e ardhmja e përjetshme. 요 현재 역사 Këto të dyja janë të përjetshme. 영원한 Kjo është historia e tashme e njerëzimit. 영원한 사랑의 Ndërsa Perëndia ekzistoi në të kaluarën e përjetshme, ai planifikoi periudhën e tanishme të historisë për të sjellë botën e ardhshme të përjetshme të dashurisë, 현재 një botë ideale të përjetshme, qiellin e përjetshëm. 여러분 이 현재 인간의 Cila është kjo kohë e tanishme e historisë së njerëzimit? 영원한 Është procesi i krijimit të botës së përjetshme. 과정입니다 이것이. 이게 한 과정. Është një proces. 그렇기 때문에 Kjo është arsyeja se pse kësaj bote do të vi fundi. 있는 거요. Kjo botë e tashme është e përkohshme. 시로 있는 거요. Ky tani është vetëm procesi i krijimit të botës së përsosur të përjetshme, botës ideale të përjetshme. 그럼 이 영원한 Pra, çfarë është kjo botë e përjetshme? 이 역사 Ata që zbulojnë dashurinë e Perëndisë gjatë kësaj historie 을 janë në gjendje të shkojnë në botën e përjetshme. 영원한 세계가 Kur rilindni, ju zbuloni dashurinë e Perëndisë. Këta njerëz shkojnë në botën e përjetshme si bijë të përjetshëm të Perëndisë. Perëndia është në procesin e krijimit të kësaj bote të përjetshme. 창조해 가시는 과정이다 이 말이요. 이 Ju po jetoni në këtë botë, 인간이 por Bibla thotë, ditët e jetës sonë janë 70 vjet, dhe për shkak të fuqisë, ato shkojnë në 80 vjet. Megjithatë, mburja e tyre është vetëm mund dhe pikëllim. Kjo nuk është një botë e përjetshme dhe as një botë në të cilën njeriu jeton vërtet. Ne jemi në këtë botë për të përgatitur për botën tjetër. Bibla është padyshim e vërtetë. Perëndia e krijoi këtë botë me anë të ligjeve të natyrës. Është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm që Perëndia është në procesin e krijimit të botës së përjetshme dhe ideale. Le të lutemi. 다 같이 기도합시다. Zoti i shenjtë, ne të falenderojmë. Të falenderojmë që na ke dhënë këtë mundësi për të dëgjuar në heshtje fjalët e tua të çmuara nga qielli, 조용히 larg kësaj bote të ngarkuar, kaotike dhe të zhurmshme në të cilën jetojmë. 들을 수 있는 기회를 주신 것을 감사합니다. 여기 Ne lutemi që ti t'i bekosh ata që tani përkulen përpara teje, 조용히 që ata të mos e humbasin këtë mundësi, por përkundrazi që ata të dëgjojnë me kujdes fjalët e tua, të kuptojnë të vërtetën në fjalën tënde dhe të jetojnë jetën duke rilindur. 주님이 축복해 주십시오. Ne lutemi që të na udhëheqësh deri në fund të këtij studimi biblik. Ne lutemi në emër të Zotit. Amen.